ku e kemi gjarprin që ta bëjmë mbylljen me gjarprin, apo na iku, fare? E marrim tot? Ti se? Jo, e marru, po vetëm ku është. Pa. Na iku? Nardi, si e vlla? Na iku, për zotin. Tu e lav. Për zotin, na iku. Na iku. Si ka vlla? Sa puna? Ta dhe shti gjarpër me vërdet? Na iku, po gjarpër original, po na iku. Jo, më prit shancora që. Jo, e lam një moment, ne, po nuk e tim tani, mund të ketë tjetër. E po zot e kishim lënë kam për. Si kur e ndjeva, ndjeva që mu fut aty, mos e u çova. Jo, ta bëjmë mbylljen me këtë? Jo, vetëm do bëjmë mbylljen me gjarprin dhe mbaruam. Është joti ky mo? Jo, është i zotit lokalit. Po? Jo, i rastishëm, jo. Ua. Përshëndetje. Përshëndetje. Mason Meksi. Po. Ky shtrëngimi i duarve është shtrëngimi. Tashmë është bërë shumë virale në rrjetet sociale, tashmë me hyrjen e teknologjisë, me hyrjen e rrjeteve sociale dhe gjithë zhvillimi teknologjik, sigurisht tashmë çdo gjë është bërë shumë evidente dhe padyshim janë disa simbolika, sepse kemi thënë që masoneria e lirë është e lidhur ngushtë me simbolikën, me simbiotikën, për hir të mënyrës se si ka funksionuar dhe se si është organizuar në kohë, dhe sigurisht masoneria është krijuar në periudha dhe në kohrat më të egra, dhe prandaj pra kohë të vështira krijojnë njerëz të mëdhenj, të cilët vendosin për fatet e gjërave duke punuar fort pro humanizmit, si në rastin e masonerisë së lirë. Dhe padyshim simbolika dhe simbiotika ka bërë të mundur që në kohë që masoneria punonte në mënyrë okulte, ishte detyruar që të përçonte mesazhe për të identifikuar njëri tjetrin, dhe gjithmonë dhe takimet dhe dhënia e dorës apo dhe simbole të tjera kanë bërë gjithmonë të mundur që të kenë atë kodin e tyre të njohjes, kodin e tyre të komunikimit, dhe një ndër to është dhe ishte kjo dhe ajo që njihet si handshake-u, si dhënia e dorës, si dhënia e dorës ishte me tre pulse, goditje. Çfarë kuptimi kanë ato? Në kuptimin që është simbol, do me thënë është simbol, është numri 3, numri 3 është numër biblik, është numër masonik, është do me thënë numër tek, sepse masoneria lidhet ngushtë përveç se me simbolikën dhe simbiotikën dhe me numerologjinë. Numerologjin dhe janë tre goditjet, janë gjithmonë goditje të treshe, prandaj është goditje treshe. Pikërisht. Dhe ti je një mason i gradës më të lartë që është numri 33. Grad 33. Si arrihet kjo grad? Lidhet ngushtë me shumë element në radh të parë, duke filluar që siç thuhet 33-shin e hasim kudo, e hasim si numër biblik, e hasim tek mosha e Krishtit, do me thënë kur u kryqëzua që është 33-shi. Që ishte fundi i Krishtit? Sigurisht. Por do me thënë Krishti aty njihet, dhe sigurisht që arrihet me kohë, arrihet me kontribut, arrihet me filozofi, arrihet me ezoterizëm, arrihet me gjithë pjesën se si ti përçon kontribut në vllazëri, se si ti përçon kontribut në shoqërinë civile, dhe se si ti arrin të iluminohesh në pjesën filozofike dhe në pjesën ezoterike, se si ti bën atë udhëtimin e famshëm që quhet, pra është gjëja është shumë metafizike, por dhe aq fizike njëkohësisht, padyshim. Tani, tu jemi në Dark Hotel, dhe Dark Hotel ka këtë gjarprin që e ka pasurit vetën, që është një gjarpër piton. Piton, është gjarpër piton. Që është bërë një byzylyk në dorën tënde. Sigurisht, sepse është tipologji gjithmonë e gjarprit, që ai madje do me thënë gjithmonë të matë,
madje në filozofin, gjarpri lidhet të ngushtë me pjesën dhe ton të traditës tonë të shqiptarëve. Në pjesën si them moderne, apo më pak arkaik, apo më tepër apo më të afërt në pjesën arkaike po e quaj, lidhet me atë gjarprin e shtëpisë që ne njohim. Dhe gjarpri shtëpisë është parë gjithmonë, ke parasysh ato shtëpitë me gurë, ato shtëpitë private, është parë gjithmonë si pjesë integrale e shtëpisë apo pjesë integrale e familjes, dhe nuk është lidhur ngushtë me frikën apo me të keq negativitetin, por përkundra është lidhur me një lloj mbrojtësi të shtëpisë, me një mbrojtës të familjes, duke filluar që në ato gjërat po them ty të mint apo nuk e di se çfarë, dhe deri në pjesën ai shfarose të gjitha, dhe deri në pjesën mbrojtësi i shtëpisë, dhe deri në pjesën e metafizikës e shpirtrave apo gjërave të tjera. Gjarpri thash lidhet ngushtë me pjesën e ilirisë, që lidhet prapë me pjesën e trojeve tona dhe me është madje Mira mamaja ka bërë një libër Teuta, Mira Meksi ka bërë një libër Teuta e Ilirisë, dhe gjarpri ishte simboli i lirisë, ishte gjarpri totem, është simboli i qëndrueshmërisë, i priftëreshave të Ilirisë, do me thënë gjarpri është gjithmonë është simbol shumë mistik. Se ka pas edhe një vepër mami jot me priftëreshat. Me priftëreshat e Ilirisë, do më që lidhe me Teutën, me mbretëreshën Teutë, edhe gjarpri ishte simbol, dhe gjarprin e shikojmë si simbol kudo. Në rregull, e mbaj bisedën këtu. Tani unë do i hiq syzet. Prezantimin ta bëra mason Meksi, jo pa qëllim, nga që ti je aq identifikuar me masonerinë, sa emri yt Marin mund të zvendësohet shumë mirë me emrin mason. Në fakt kemi me Marin Meksin. Tani u përpoqëm të hapim të shishen e verës, por na u thye aksidentalisht, ishte ca e but vet. Apo forca jote fizike? Ndoshta të dy alternohet, më lejo. Dhe shpresoj mos ke ndodhur gjë brenda, mos ke të hyrë xhama brenda, por gjithsesi do me thënë, ajo u hoq si pjesë integrale, kështu që u hoq si copë dhe nuk besoj se ka pasur. Po s'kishte ndodhur ndonjëherë që duke hapur verën, kështu që nuk e lidh shumë ngushtë vetëm me forcën, por ishte ca e but vetë. Ishte ca e but vetë gëzuar. Mirë se erdhe Marin Meksi. Në Close Friends vinë miqt e ngushtë, por edhe ata që kanë qenë, ata që janë dhe ata që do të jenë. Ti në fakt je nga ato miqtë e ngushtë që ke qenë. Mbi 20 vjet miqësi. Që njihemi. Me vërtet. Çfarë lidhje ke me masonerinë? Pse ti pa pritur u prezantove si një mason? Jo vetëm mason, po mason i gradës së lartë. Dhe dua të them edhe diçka që deri para disa vitesh masoneria ngatroi me Iluminatin. Dhe ata që merreshin me këtë, me masonerinë, nuk e deklaronin, e mbanin të fshehtë. Ma shpjego pak të gjithën këtë rrugëtimin tënd? Është shumë interesante dhe vërtet falenderoj sepse sqarojnë disa gjëra shumë të rëndësishme. Në rast të parë, unë me masonerinë bëj gati 2 dekada pjesë e masonerisë së lirë. Ka ndodhur në mënyrë, si të them unë ty, kronologjike, duke qenë se si studiuesi i historisë, i heraldikës, të lidhur ngushtësisht me pjesën e familjes time, aty kam parë që në traditën e familjes time ne kemi pasur mason, pra kemi një traditë masonike. Gjithmonë bëhet fjalë 200 ca vjete përpara, gjithmonë bëhet fjalë në lozha masonike të huaja, dhe kështu më ka lindur kurioziteti, kam pasur kontakte, dhe sigurisht kur ti ke një prejardhje masonike, një traditë masonike, ke një lloj aksesi më të thjesht, por sigurisht kalon në gjithë protokollet, gjithë burokracitë. Tani, ajo që ka lidhje të ngushtë është që ndodhin keqkuptime lidhur me konceptin mbi masonerinë. Për arsyen e vetme sepse masoneria ka qenë një vllazëri dhe është një nga vllazëritë më të vjetra të historisë njerëzimit, e cila përbëhej nga njerëzit më të famshëm dhe më të rëndësishëm të njerëzimit. Sigurisht në masoneri, masoneria lindi si një domosdoshmëri, si një nevojë për të vendosur ekuilibrat e të keqes ndaj të mirës, pra
pushtetet totalitare, regjime të cilat ishin të centralizuar në dorën e një personi apo një grupi shumë të vogël personash, sundonin në kuriz apo në të keqe, po them, të humanizmit dhe të njeriut. Dhe detyrimisht kjo balancë ishte masoneria. Pra armiku kryesor i këtyre pushteteve, themi duke filluar nga papati, nga monarkit, nga perandorit, nga fashizmi, komunizmi, nazizmi e të tjerë regjime të tillë lloji, armikun kryesor kishin masonerin. Dhe ndaj masoneria ishte detyruar të punonte në mënyrë të fshehtë, s'mund t'i dilte këtyre regjimeve gjakatare përballë. Nga ana tjetër, këto regjime në kaq qindra vjet kanë qenë ata që kanë pasur makinerinë e propagandës, kanë pasur monopolin e makinerisë së propagandës dhe detyrimisht hidhnin balt apo hidhnin, domethënë po them, duke filluar me që nga papati që i shpallte heretik etj, deri në ditën e sotme, pra është krijuar edhe është hedhur balt mbi këta njerëz. Është hedhur balt. Unë baj mend një histori, më fal që po ndërpres, edhe Hitleri ka vrarë shumë njerëz sepse domethënë mason, sepse mendonte që bashkëpunimi i tyre me hebrejt bëri që të humnin në luftë. E vërtet. Dhe unë kam lexuar se jam shumë intriguar nga kjo historia e masonëve. Kemi diskutuar disa herë, vërtet është. Dhe përjedhoj, masonët dhe sot që njerëzit thonë, ore si ti ke dalë me zë dhe me figurë haptazi, sepse masonët nuk dalin me zë dhe me figurë. Ky është një perceptim i drejt, por i ndodhur në kushte të cilat janë të panegocuar për masonët. Pse? Sepse ku në qindra vjet është hedhur kjo balt mbi masonët, ndërkohë një mason nuk e ka të kollajt sot të dali haptazi me zë dhe me figurë të thotë që unë jam mason. Sepse ai është një familjar, sepse ai është një, po them, një punonjës i një institucioni, apo është një, po them, një drejtues i lartë i shtetit, apo nuk e di se çfarë, dhe tash gjithë konjetacioni negativ që është krijuar në qindra vjet në ndërgjegjen apo në pandërgjegjen e njerëzit e bën atë të goditshëm, e bën atë të gjykueshëm, e bën atë me shumë gjëra. Ndërkohë, ky ka qenë arsyeja që unë kam dalë hapur me zë dhe me figurë, duke vendosur emrin dhe atë çka unë përfaqësoj si një diplomat, si një pedagog, si një historian, si një, po them, sportist i niveleve të larta, si një qytetar, patjetër, si qytetar, dhe unë dalë dhe them që unë jam masone, vendos në vetë të parë. Dhe vendos, si them, figurën time, vendos personalitetin tim si garanci për të treguar që unë jam mason dhe unë flas në mënyrë historike dhe shkencore se ç'është masoneria në të vërtetë dhe sa e rëndësishme është prezenca e masonerisë në një vend, në një shtet, është një garanci më e madhe për demokracinë, si të them. Dhe ky ka qenë gjithë arsyeja që unë kam bërë këtë gjë. Dhe padyshim më vjen me kosto. Më vjen me kosto duke filluar që në kosto sepse ti bëhesh publik dhe ti bëhesh i prekshëm, sigurisht ne kemi dhe për më tepër që unë jam një zyrtar i lartë i shtetit shqiptar, më kupton, ne kemi institucione ligjzbatuese të cilat bëjnë verifikimin si të them unë ty, e personalitetit e pastërtisë, për të cilët padyshim për shërbime inteligjente dhe tjerë ti, duke qenë se thash ka ekzistuar në qindra vjet ky lloj paragjykimi apo kjo ide e fshehtësisë dhe mund të mendojnë që çfarë është masoneria, pra çfarë je ti, mos je ti duke pas dhe parasysh pjesën e Hollywoodit edhe filmave tjerë, mos je ti i kapur. Filmi Kodi Da Vinci për shembull. Patjetër mos je ti i kapur, mos je ti detyrime, domethënë të bësh gjëra të cilat të kërkohen ti bësh apo etj. Këto janë vetëm fantazi. Më kupton drejt, por pa i fajsuar dhe ndoshta ata koleg, sepse ky është një perceptim i përgjithshëm, është një perceptim i përgjithshëm jo në vende të vogla si vendi ynë, padyshim por dhe në vende të zhvilluara ku masoneria ka luajtur një rol të rëndësishëm, përsëri ekziston ky lloj paragjykimi. Por ndërkohë, kur ti di që ke mbi 15 presidentë të Shtetet Bashkuara të Amerikës mason, kur ti di që vetë babai i, po them,
i pavarësisë së Shqipërisë, Ismail Qemali ka qenë mason, ku ti di që gjithë rilindasit kanë qenë mason, ku ti di që figurat më të shquara të botës, do me thënë, kanë qenë masone, kjo tregon që këtu nuk ka asgjë për të pasur frikë, po përkundrazi është një siguri më e madhe dhe është një zhvillim më i madh shoqëror. Në ditët e sotme masoneria funksionon si një akademi, që përgatit... Akademi morali padyshim, akademi shkence, akademi filozofike, akademi ezoterike dhe një vend ku vëllezër bashkohen, ndajnë mendime për progresim të individit të qenit, pra është një ideologji e tërë dhe për më tepër duke bërë bamirësi, duke u gjëndur aty ku ka nevojë shoqëria civile me aq mundësi sa ka dhe sa janë. Tani, që të bëjmë një ndalesë, bëjmë një gëzuar bashkë me Gjarprin, që ti e dashuroke aq shumë dhe ai ose ajo, se nuk e di gjinin, të dashuron aq shumë. Ka shumë personalitet Gjarpri. Vërtet, ë? Tani, kemi dhe një kuti aty, nuk e di tani, ti si një mason, nuk e di se çfarë mban ato kutin aty. Ka shumë hipoteza. Këtë ta lëm për të zbuluar në fund, do me thënë gjithmonë masoneria nga diskrecioni, nga sekreti, patjetër nga kjo... Do me kjo është një çantë që çdo mason e mban gjithmonë me vete dhe asnjëherë nuk mundet të dali pa të. Dhe se çfarë ka aty? O Zot. Dhe shikosh, do me thënë, dhe Gjarpri gjithmonë tenton do me thënë të drejtohet, e merë drejtimin për andej do, sepse djetë vajtin. Po, sytë e Gjarprit janë 360 gradë, më shojnë mua, shojnë gjithë këto hapësirën ku jemi këtu, do me thënë që shojnë gjithë Tiranën. Sa në gjëson Gjarpri me një mason, dhe pse lidhen gjithmonë, se jo pa qëllim ta kemi sjellë, si mysafir, që të përqafohesh me Gjarprin. Patjetër. Çfarë lidh një mason me një Gjarpër? Të thash, Gjarpri ndodhet është simbol i përbotshëm, është simbol mistik, është simbol ezoterik, ndodhet kudo në çdo veprimtari. Është ajo që the që aftësia e tij për të matur, sepse ka një nga po them tiparet e tij dhe po shiko çfarë bën, do me thënë Gjarpri rrotullohet dhe të mat dhe përgatit, pra po flasim tash në pjesën e Gjarprinëve të mëdhenj, përgatisin organizmin e tyre duke të matur ty, do me thënë për të ngrënë. Më kupton deri në këtë ashtu. Por është një geometër, ka tiparet e një geometri dhe geometria është një nga shtyllat kryesore të masonerisë. Apo kujdesi, apo mënyra se si ruan dhe se si, do me thënë, sulmon, po sulmi është gjithmonë në kuptimin pejorativ. Ndërkohë, në masoneri ka të bëj me reagimin e shpejt aty kur duhet, aty ku ka pasur dhe ka nevojë, po them, shoqëria. Sepse ne do kemi parasysh që në gjithë historinë e njerëzimit, të gjithë revolucionet, po them, progresiste, të cilët kanë zhvilluar njerëzimin, janë zhvilluar, janë ndërtuar, janë projektuar dhe janë zbatuar nga masonët. E them që nga Filikiteria, që është lëvizja apo është organizimi i revolucionit grek, ku pjesa më e madhe, po duhet ta theksoj, më ishin shqiptar, ishin Arvanitas, me Marko Boçari, me Laskarina Bubulinën, janë 3 nga Petromeksi, janë 3 nga familja Meksi që janë heroj të revolucionit grek, që kanë qenë mason të lisë, sepse vetë kjo shoqëri ishte shoqëri masonike, apo kishte baza të ndërtuar në masoneri. Ndërkohë kemi revolucionin francez, padyshim, kemi revolucionin hungarez në 56 me Imre Nagyin, kemi ardhi në pushtet lëvizja masonike Gjon Turk e solli në pushtet Mustafa Kemal Ataturkun, e të tjerë, pra çdo lëvizje e rëndësishme që ka përmbysur regjime totalitare ka qenë iniciuar, zbatuar nga masoneria e lirë. Tani, të thuash që unë jam mason, të thuash hapur, a ja prish misterin kësaj, si ta quajmë, lëvizje? Vllazërie. Ja prish misterin
Ja heq magjin. Kjo është ajo që unë bëj me qëllim. Kjo është ajo që unë e bëj me qëllim. E the dhe pak më parë, po dua ta di domethënë se si funksionon. E bëj me qëllim sepse thash kur ti e vendos dhe e vesh me mister diçka, ajo të krijon perceptim negativ, konnotacion negativ, sepse ti thua kur është e mirë pse është e fshet. Dhe spjegova që ka qenë e fshet kur kishte armik, ishte armiku kryesor i pushteteve më gjakatare dhe s'mund të dilte përballë, apo jo, për të arritur qëllimin. Vetëm do kryente vetvrasje, po i quaj. Ndërkohë, në kaq qindra vjet ka bërë të njëjtin rol dhe të njëjtin funksion, armikun e armiqve të njerëzimit. Dhe përjedhoi këta armiq kanë qenë ata që kishin makinë propagandës dhe këta vetëm e kanë goditur dhe kanë sulmuar dhe kanë krijuar me dashje një perceptim negativ në shoqëri. Ndërkohë që në periudhën moderne, siç ne jemi sot, një mason e ka shumë të vështirë të dalë dhe të thotë që jam mason, për arsye të pikërisht të këtij paragjykimi, dhe si e tillë e ka realisht të vështirë apo thuajse të pamundur. Sigurisht në shoqëri të zhvilluara masonët dalin haptazi, ata që munden të dalin haptazi, bëjnë paradat të tyre, kanë selit e tyre, kanë flamujt e tyre, kanë gjithë organizimet e tyre, të cilat janë fare të dukshme. Unë mundohem ta zhvesh nga ky mister, sepse sot ne nuk kemi sekret masonik. Sekreti masonik ishte dikur një plan masonik për të rrëzuar një pushtet, po them, kundra njerëzimit, kundra humanizmit. Sot sekreti masonik është sekret filozofik dhe ezoterik. Të thash, shumë mason nuk mundet të dalin dot për hir sepse i vjen me pasoja dhe i vjen me kosto, sikurse dhe mua thash më ka ardhur me kosto. Në shumë drejtime, duke filluar që në sharjet edhe mallkimet, po them unë, sepse shumë njerëz mendojnë që me Iluminatin. E lidhin, po jo më e lidhin me satanizmin. E lidhin me antikrishtin, e lidhin me anti-islamin, e lidhin me fen. Gjithë që masoneria nuk ka lidhje me asnjë nga këto. Ajo është një vllazëri e cila ndan filozofi, ndan ezoterizëm, ndan mendimin e lirë, ka detyrim të besojë në Zot, në diçka më të madhe se vetëm, dhe është ndaluar divergjenca mes vëllezërve që dikush beson, po them, në Islam, apo dikush beson në Krisht, apo do me thënë në Talmud, apo nuk e di se ku, dhe divergjencat në politikë janë të ndaluara. Tashi, njerëzit, duke qenë se, do me thënë, në pa informim, sepse unë nuk preferoj asnjëherë të quaj siç përdoret rëndomtazi në ignorancë të tjerë, sepse nuk është faji tyre. Janë qindra vjet që është investuar nga pushtetet pikërisht për të krijuar këtë lloj perceptimi në shoqëri. Dhe ndaj unë e them gjithmonë që unë nuk dalë rastësisht me zë dhe me figurë për të shpjeguar në mënyrë historike dhe në mënyrë shkencore se ç'është masoneria e lirë. Ndaj e shikoj gjithmonë si diçka e cila dhe pse thash më ka ardhur do më vi me kosto, përsëri vendos një gur themeli në shoqërinë e vendit tonë që një ditë do e kuptojnë rëndësinë e reale dhe të vërtetë të masonerisë. Tani Edi Rama është përfolur që mund të jetë mason sepse ai mban një unaz që është shumë simbolike, sipas atyre që komentojnë. Është Edi Rama mason përveç Ismail Qemalit? Në radhë të parë realisht nuk e di. Këtë nuk e di. Në radhë jo vërtet nuk e di. Nuk e di. Në radhë të dytë dhe ta dija përsëri nuk do e thoja, sepse është ndaluar që ti të thuash për dikë që është, pra ti mund të thuash, është e drejta të thuash që unë jam mason, por e ke të ndaluar të thuash ai tjetri është mason për arsye, jo se ka ndonjë gjë kush i se çfarë, por për arsye sepse thash i vjen me kosto në këtë shoqëri. Nuk flasëm shoqërinë shqiptare, në çdo shoqëri do shikohet, sepse tash duhet të shpjegosh gjithë botës se çfarë është masoneria. Më kupton drejt? Drejt. Tani pse ngatrohet masoneria me Iluminatin? Ma shpjegon dot? Dhe a kanë lidhje me njëra tjetrën? Po. Se unë e di që Iluminati nuk ka lidhje fare me fet. Në kuptimin nuk janë njerëz që besojnë në fet. Apo jo? Tani ka ose shoqëri. janë tek djalli më shumë. Dëgjoj, të thash edhe një herë.
unë mund të flas për atë që unë di, për masonerin. Dhe ka shoqëri pa fund, ka vllazëri pa fund, jam i sigurt që ka dhe vllazëri të cilat besojnë në Lucifer, në djallë, jam i sigurt që ka dhe shoqëri dhe vllazëri ndoshta që punojnë dhe kundra humanizmit dhe kundra rendit kushtetues, por nuk janë masoneria. Ndërkohë unë për një shoqëri të cilën unë nuk e njoh dhe nuk e di në brendësi siç njoh masonerin, e kam shumë kollaj të them dhe të bëhem, po them, pjesë e të gjithë e kazanit, domethënë kazanit mediatik. Mediatik që thot njëri. Pikërisht, domethënë dhe të filloj dhe të aludoj për vllazëri të tjerë që them që ata besojnë në djallë, kur nuk jam pjesë e asaj vllazërie dhe nuk dua të bëhem të viktimizoj, duke qenë vetë viktim e këtij lloji paragjykimi dhe këtij lloji konnotacioni negativ, them drejtën. Gëzuar. Marin Meksi je fantastik. Faleminderit. E ke këtë artikulimin perfekt, e ke nga mami Mira Meksi, një përkthyese dhe shkrimtare shumë e njohur dhe suksesshme me shumë çmime, apo e ke nga babi, Iliri? Po. Një mjek që asnjëherë nuk e ka pëlqyer këtë pjesën mediatike. Shumë interesante si histori jete, apo jo? E vërtet, ashtu. Se nga vjen Marin Meksi? E vërtet është, sigurisht që në një familje me një bibliotek nga më të mëdhat që unë kam parë ndonjëherë në jetën time dhe më besoj që kam parë shumë. Bibliotekën më të madhe unë e kam parë në Iran, se kam qenë në Teheran. Ato janë tjetër gjë, ato janë tjetër gjë, po them nga ato që kam parë unë, biblioteka private flasi, jo shtetore, se jemi në kontekstin dhe në atmosferën e një konflikti, e vërtet. Ndërkohë, në një bibliotek kaq të madhe, apo në një familje intelektualës, apo në një familje të thash me një traditë po flas për traditën e vendit tonë, me kontribut të rëndësishëm të Kristo Meksit në pavarësinë e vendit tonë, me kontributin e jashtëzakonshëm të familjes Meksi në përkthimin e Vjatës së Re, apo me dhjetra dëshmorta dheut, me Çeta Jugut të quajtë Çeta Prokop Meksi, Sofo Meksi, një nga dëshmorët kaq të rëndësishëm të historisë së luftës nacionale shqiptare, pra unë e them gjithmonë domethënë të larë Shqipërinë me gjak, me kontribut në ngritjen e institucioneve të para të vendit tonë, në hartimin e kushtetutës, në hartimin e ligjeve dhe në politikbërjen, duke filluar me profesor Aleksandër Meksin, profesor Fedon Meksin, të cilët studimet e tyre ishin ato që mua më bën dhe më dhanë spunto që unë t'i hyj pjesës heraldikës, t'i hyj pjesës masonerisë dhe shumë gjëra të tjera. Duke qenë krenar, po dhe duke të ardhur pjesa e përgjegjësisë me gjithçka. Dhe në një ambient të tillë të rritur, pa dyshim që pjesa dhe artikulimit dhe informacionit dhe e dashurisë mbi artin, mbi kulturën, mbi dijen dhe mbi të bukurën të vjen kaq natyrshëm. Ndërkohë e djali vetëm. Djali vetëm, po. Të pëlqen që je djali vetëm, apo do kishe pasur shumë dëshirë të kishe motra dhe vëllezra, apo je tip egocentriku që doje që atë pasuri që kanë prindrit e tu të ta lënë të gjithën ty dhe pik? Unë nuk di të bëj diferencën, sepse unë nuk kam pasur motra dhe vëllezër dhe nuk di si është domethënë të qenit me motra dhe vëllezër. Pa dyshim, kur gjithë përqendrimi i vëmendjes, i dashurisë është tek ty si i vetëm, sigurisht kjo gjë është e mirë për vetë individin. Pa dyshim mundet që të shtoj dhe dozën e egoizmit, pa kaluar ndoshta në pjesë egocentrike. Tek unë për fat nuk ka ndodhur, apo ajo pjesa e llastimit, ose më saktë ka ndodhur në një fëmijëri të hershme, apo në një rini të hershme, e cila ka qenë në ato kufite e normales, por familja e ka mbajtur gjithmonë nën kontroll situatën. E ka mbajtur nën kontroll dhe kjo gjë mua më ka bërë shumë, apo mendoj se më ka bërë shumë të përgjegjshëm, më ka bërë shumë e këmbë në tokë, më ka bërë mos të deliroj, por vetëm t'i bëhem krah prindërve të mi, të bëhem një nga shtyllat e familjes dhe
të mundohem të nderoj familjen time, emrin e familjes time, traditën e familjes time, për atë që unë e them me shumë krenari dhe tregoj për pjesën e vendit ton, por nuk kjo është një pikë në oqeanin e kontributit që është dhënë në botën e madhe nga kjo familje, sepse tash më është dashur ta studioj dhe ndaj kam këtë informacion. Kështu që të thash ke unë ka ardhur me përgjegjësi dhe ka ardhur me pjekuri dhe me maturi dhe me punë të mira të bëra. I ke pyetur prindërit pse unë nuk u bëra me një motër ose me një vëlla? Ose ke qenë nga ato fëmijët, se më kujtuaj filmit, Aulandi kërkon një motër, që kërkoj një motër ose një vëlla, prindërve të tu, dhe çfarë të thanë? Pse ata nuk sollën në jetë një fëmijë tjetër? Kur je shumë i vogël, me thënë drejtë unë s'kam kërkuar kur motër ose vëlla, sepse shikoja ke kushurinë të cilët kishin jo kam qenë programuar, kam qenë mirë orientuar ka përshtypjen. Po kushurinë kush ishin? Mos ishin Endri, Meksi dhe ata, me ata më tepër janë bërë në pjesën e vonë të rritur, por djemt dhe vajzat e xhaxhallarëve, po them që janë që më afër, dhe kur i shikoja që ata ishin motra dhe vëllezër dhe ziheshin dhe ti shikon gjithmonë, apo më saktë fikson gjithmonë pjesën e keqe, ndoshta nga nevoja për t'u gushëlluar apo për justifikuar apo për t'u ndier mirë, dhe ti shikoje këtë pjesë dhe thoje që ka mirë vetëm, çdo gjë ka vetëm. Kështu që por sigurisht që familje tradicionale shqiptare janë familje relativisht numeroze dhe janë shumë të mira këto gjëra, sepse në të keqe apo po them në solidaritet bëhem bashk. Ti ke edhe dy motra tjera, kështu që ti e di më mirë se ke dhe i vlla, patjetër. Patjetër. Kështu që domethënë nuk di të them. Po nuk përgjigjet. Të kanë thënë një përgjigje pse nuk kanë sjellë Jo, nuk më ka dhënë, por unë e kam kuptuar, gjithmonë ka qenë ideja, domethënë që kemi përqendruar gjithë energjinë dhe gjithë shka tek një. Tek një goditje. Një kryevepër. Ti e ndjesh si kryevepër? Çdo kush ndihet si kryevepër. Çdo kush ndihet i veçantë, mendoj unë. Unë mendoj që çdo kush ndihet i veçantë. Ka ca që janë skandal fare dhe ndihet si kryevepër. Patjetër që ndihen. Jo, kjo ndihen për arsye sepse është njeriu e vendos veten e tij në subkonsciencë apo në konsciencë, të justifikuar, apo të pa justifikuar, njeriu e vendos veten në qendër jo të botës, por në qendër të universit. Sepse kjo është e vetmja mënyrë për të ekzistuar. Nëse ne do kuptonim që në gjithë të univers pafund, galaktika jo është nga galaktikat më të vogla, sistemi ynë heliocentrik është një nga sistemet më të vegjël, planeti ynë është nga planetet më të vegjël, shteti ynë është një nga shtetet më të vegjël, ne jemi një nga njerëzit më të vegjël, domethënë dhe këtu kalon në krizë ekzistenciale. Pa dyshim të bësh lidhjen, po them, filozofike me riskun, me rrezikun, me fatkeqësitë, me hallet, me vdekjet, me pasigurit, domethënë kalon pa kështu që ndaj njeriu e vendos veten në qendër të universit dhe çdo gjë e lidh dhe asocion me veten e tij, duke vendosur veten e tij si më të mirin dhe sikur çdo gjë ndodh në raport me të. Tani të zgjidhim edhe diçka, sepse nuk e dim, Aleksandër Meksin, ish kryeministrin, por që ti pëlqen ta quash kryeministri, sepse ish nuk ekziston në poste të tilla. Në poste të tilla, jo, sepse janë poste shumë të rëndësishme, janë poste të cilat janë të përjetshme, mendoj unë. Të përjetshme. Dhe është honor të jetë të tilla. Është xhaxha yt apo kushëriri yt? Jo, është kushëriri, jemi kushëri të dytë. Po çfarë ai shumë i madh me profesorin, jo, flas babai im, jo, më fal, gjyshi im me profesorin janë kushuri të parë. Domethënë janë dim xhaxhaj, diçka e tillë mos gaboj, sepse me thënë drejtën gjithmonë nuk i kam hyrë pjesës të lidhjeve direkte të pemës në këtë pjesë. Jo, pemës gjeologjike kam hyrë aq mirë sa nuk ka, por i kam hyrë në 1100 vjet përpara. Jo në këtë pjesën e vonë. Dhe gjithmonë më ka lidhur me profesorin, më ka lidhur gjithmonë admirimin ndaj punës së tij më tepër shkencore se sa politike. Shumë fisnik. Domethënë ti vlerëson më shumë patjetër anën shkencore dhe këtë sigurisht sepse të thash unë me politikën nuk kam asnjë lloj lidhje me politikën. Po ti je pjesë e politikës, sepse gjithmonë ke 20 vite që punon në Ministrinë e Punëve të Jashtme. E vërtet. Diplomacia është artë dhe konsiderohet, po them, si pjesa niveli më i lartë i politikës. Por në politikbërjen, unë thash, unë mbaj gjithmonë një qëndrim shumë të distancuar. Nuk kam dashur kur, nuk jam përfshirë kur dhe mendoj që nuk do përfshihem kur në politikë bërjen drejt për drejt. Do më thonë, nuk e ke ti si qëllim në vetë që me këto karakteristika që ke elokuencën,
fizikun, eksperiencën, nuk e lën vend të botës pa shëtitur si diplomat, të bëhesh një ditë kryeministri i këtij vendi. Jo, sepse shikoj, dëgjoj, unë mendoj që është me të dhënë. Çdo kush duhet të kuptoj se për çfarë është i prirur. Për fat të keq që në sistemin ton, në kapërcyll të sistemit ton, nga një po them shoqëri në një regjim totalitar, në komunizëm, duke kaluar në një sistem nga një treg i mbyllur në një treg të hapur, në kapitalizëm, ishte detyruar, do në thash me gjithë pasojat që solli kapërcylli, do me thënë me gjithë varfërinë dhe me gjithë kushtet ekonomike e tjerë, njerëzit dhe pse nuk kishin asnjë lloj lidhje me tregtinë apo me biznesin, u detyruan të eksperimentonin në një treg dhe në një fushë të panjohur për ta. Dhe sigurisht gabuan dhe pati pasoja shumë të mëdha sociale. Jo, nuk mund të them, por 80% dështuan. Sigurisht 20% do lulëzoj për më tepër për një treg të virgjër dhe për më tepër me pozicionin gjeografik që ne kishim dhe me zhvillimin që mori vendi ynë, dhe më besoj që për 30 vjet janë bërë zhvillime të jashtëzakonshme për hir të vitalitetit dhe tipareve të jashtëzakonshme që kemi ne si popull, dhe sigurisht pozitës gjeografike padyshim. Por e njëjta gjë dhe me politikën. Çdo njeri në Shqipëri të pyesësh ka për borxh të hyjë politikës dhe të bëhet pjesë e politikës. Çdo njeri në Shqipëri mendon të ketë apo dëshiron të bëjë një biznes. Por këto janë profesione. Bota i ka me trashëgimi në pjesën më të madhe, pra ka pasur stërgjyshin, gjyshin, babajn, pra një 4-5 breza politikan apo tregtar, bën një shkollë të mirë për politika apo për tregti. Shikoj nëse kanë përsëri përveç se kanë dhunti për këto gjëra, nëse i krijojnë kushtet, dhe përsëri ka një lloj risku, dhe përsëri mund të dështojnë apo mund të kenë sukses. Ndërkohë që ne pas një nga këto element, ne i hym biznesit dhe hym politikës si një gjë normale. Sigurisht thash në 20% mundet të dalin në krye, por thash kjo e bën dhe sistemin të çedoj, kjo e bën dhe sistemin të çaloj, kjo e bën gjëra të ndërthuren aq keq, saqë unë nuk e shikoj veten sepse thash nuk kam dhunti në këtë pjesë, nuk kam dhunti dhe për më tepër jam natyrë hipersensitive dhe jam natyrë me përgjegjësi shumë të lartë. Dhe vetë ideja që të varet kombi, të varet shteti nga ty si individ, pra gjithë hallet e njerëzve më duket sikur i mbart unë mbi shpinë. Po s'është ndonjë. Do të thonë, kemi parë shumë politikanë që nuk e përjetojnë kaq. Po kjo është e keqe. Po ky është problemi. Thellësisht. Ky është problemi se nuk e përjetojnë kështu dhe ky është problemi. Da jemi këtu ku jemi. Da jemi këtu ku jemi dhe jo vetëm ne, por shumë vende. Ne test për të gjithë ato që do na ndjekin në vazhdim, që të bëjmë një quiz. Çfarë ka valixha e Marinit? Ka armë të ftohta, thika e të tjera, armë zjarri me që e dim që pëlqen shumë qitjen, ka simbole ose veshje të masonerisë, apo ka lodra seksi? Gëzuar. Çfarë mund të ketë? Atë e di publiku, në zbulojmë në fund. Sa ngjason femra gjarpërit si qenie? Nuk e mendoj, thash sepse shoqëri të cilat shoqëri patriarkale dhe për fat të keq kemi në një 2 periudha të vogla të shkurtra në historinë e njerëzimit ka qenë matriarkati. Dhe thash, unë jam feminist në filozofi. Filozofi e feminist? Jam feminist, padyshim. E kam bërë, për hir të thash femra konsiderohet si gjysmë perëndis sepse krijon jetë brenda jetës. Ma ke thënë ti një. Ka padyshim. Femra ke thënë gjysmë perëndi o zot thash. Krijon jetë brenda jetës, krijon njeri brenda njeriu, më kupton? Po me ndihmën e mashkullit. Dëgjoj, gjithë procesi ndodh brenda femrës. Në pjesën tjetër ka intuitën shumë të zhvilluar se mashkulli, ka telepatin, ka ndjesin, ka element të jashtëzakonshëm, madje tani përveç pjesës fizike, po dhe fizikisht
në kohët moderne po dalin femrat dhe më të fuqishme dhe fizikisht se meshkujt, se me se kaluar sa janë metroseksual, sa janë pa gjini e tjerë, do me thënë janë bërë më delikat se që duhet. Kështu që unë e konsideroj do me thënë femrën forcë të madhe shumë të rëzit. Tashi, kush të elmon më shumë? Sepse në psikologjinë popullore shqiptare, mbaj mund që të thuash, është një shprehje që thot burri është gjarpër në një stëk, që do të thotë që në një moment të caktuar të elmon dhe vdes, në mos vdes, ngelesh e gjymtuar. Tani kush është më shumë gjarpër sipas teje, burri apo gruaja? Nuk mund të ndaj, sepse nëse do e ndaj, do bëhem pjesë apo do bëhem pre e kësaj dogmatike. Shoqëria patriarkale e vendos figurën e mashkullit në pjedestal dhe e vendos femrën si pjesë aksesore dhe si pjesë funksionale e mashkullit, ndërkohë që unë nuk jam dakord me këtë. Dhe pjesën e atributeve ja jep mashkullit, ndërsa pjesën e gjërave negative vetë kjo rrjedh ja vendos femrës, gjë për të cilën përsëri unë nuk jam dakord. Femra dhe mashkulli marrëdhënia është bashkëveprim. Është nevojë e qenies njerëzore në dy aspekte. Qenia njerëzore që kur lind hermafrodite, lind egoiste deri në egocentrizëm, thuhet, lind ambicioze, është ai ligji pamjaftueshmërisë. Ai që po diskutonin me, që unë doja edhe këtë dhe pikërisht deri ka filozof, domethënë për shembull Wittgenstein e quan domethënë deri në kriminalet që njerëzore. Por mënyra e historizimit, e kohës, e vendit, e hapësirës, e kulturës, e miritjes apo e keqëritjes, i jep formimin. Formot ajo që ne i quajmë karakter. Në këtë karakter është shumë e rëndësishme se cila është qasja me gjën. Dy frikra, ka frikën fëmia, ka frikë nga lartësia, dhe ka frikë nga zhurma, nuk ka si frikë tjetër. Pra, ne kemi dëgjuar, do me thënë që po them në mitologjia, ku do me thënë që fëmia ka mbytur gjarprin, më kupton nga forca e dorës dhe nuk e njeh frikën. Po, e kemi dëgjuar, fëmia nuk e njeh frikën. Pra, ti e shikon që ky gjarpër nuk të bën gjë, ndërkohë ti përsëri ke frikë sepse ke në koncept. Pra, këto janë të mbartura dhe të zhvilluara gjatë jetesës, gjatë jetësimit, e quaj unë. Po kështu është dhe pjesa e dy nevojrave që njeriu ka. Njeriu ka nevojë të besojë në diçka më të madhe se veten e tij, që ne i vëm termin generalist Zot, Perëndi, ligji i natyrës, quaj si të duash, pra ne njeriu. Jo, këtë do them. Jo, po, domethënë, pra unë besoj në Zot, por nuk është e thënë, nuk mund të bëhem unë imponues për dikë që s'beson në Zot. Ndaj po i vendos të gjithë terminologjinë e mundshme. Por kjo është e sigurt që qenia njerëzore ka nevojë për diçka, për të besuar në diçka më të madhe. E ka si shpresë dhe e ka si mbytje të frikrave dhe të kapet në diçka për të kërkuar më tej. Dhe nevoja e dytë që ka qenia njerëzore si qenie sociale është për të pasur dikë. Dhe po them pjesën në qenie në Homo sapiens është dhe marrim gjithmonë pjesën heteroseksuale. Çifti vendoset në formën e piramidës dhe vendosen, po i them, po ta përfitojmë kok më kok, mashkull dhe femra. Dhe në momentin që bie njëri, domethënë nëse bie njëri, bie dhe tjetri. Dhe ky është konceptuar raporti në çift, që kanë varësi tek njëri tjetri. Varësi një tjetri për të pasur zhvillim, për të krijuar familje dhe për të ecur përpara. Ndaj pjesën tjetër e cila lidhet me paplotësimin e njeriu, pra në qoftë se ty nuk të plotëson vetja jote, në qoftë se ti nuk je okay me veten tënde dhe ti krijon dhe nis një marrëdhënie për arsye kulturale, tradicionale, se ta imponon familja, se ta imponon shoqëria, apo se ti kështu e di që duhet bërë dhe e bën, dhe për më tepër në mosha të vogla, kur njeriu është ende i paformuar krejtësisht, dhe pastaj çifti marrin drejtime të tjera në jetë, dhe kur kujtojnë mas 20 vjetësh kuptojnë që nuk kanë qenë këta ata që kanë dashur, apo domethënë sepse zhvillohet, një zhvillohet më shumë, tjetri zhvillohet më pak, dhe pastaj lidhin këto konflikte dhe lidhin këto problematika. Këto divorcet e shumta. Patjetër. Kam dëgjuar një intervistë tënde që ke thënë që unë nuk jam për martesën, nuk jam që dashuria të kurorëzohet me martesë. Po. Pse? Është e vërtetë. Sepse kur ne flasim për një ndjenjë kaq sublime sa ç'është dashuria,
për të cilën dhe konceptin e dashurisë kam një teorinë time lidhur me dashurinë. Dashuria për mua është refleksion i vetes tënde. Pra, si tha, nuk dashurova, unë nuk dashurove ti, por dashuroj dashuria. Është shumë e rëndësishme të ndahen momentet. Momentet në radhë të parë ti duhet njohësh mirë veten tënde dhe të dish se çfarë po përjeton një emocion, po përjeton diçka që ti ja vesh tjetrit, pra një atribut që ti ja vesh ti, nuk është tjetri. Nuk është tjetri. Ti ja vesh ti, pra në jetësimin tënd, si quhet lartësim ose do të thënë duke e trajtuar tjetrin si njëri që nuk është në të vërtetë. Pikërisht, dhe ti në jetësimin tënd, në vedi apo në pavedije, ke krijuar disa lloj stereotipesh në mendjen tënde. Dhe kur ato stereotipe ti i shikon tek dikush, disa elementë që nuk janë përcaktues definitiv të karakterit apo një tipar përcaktues, ti duke qenë se je i manipuluar nga vetja jote dhe nga jetësia jote, ti ja vesh këto atribute atij. Pra ti shikon një element, pra dashuria e parë e një vajze është babai në koncept. Dashuria aty njeh figurën e mashkullit. Idealit është nëna. Dhe kur ti shikon, po them unë ty mënyrën e trajtimit si të ka bërë babai apo qoftë dhe formën e dorës, të fiksohet një gjë dhe kur ti e shikon ke një djalë, ti në pavedien e atribon me vlerat që ti ke njohur kur ke qenë në atë moshë dhe ndaj gjithë dashurisë që ke ti për babain apo ka qenë marrëdhënia apo është marrëdhënia. Dhe ti ja vesh atij dhe kështu domethënë ti nuk kupton nëse është dashuri, nëse është pasion, nëse është fiksim, etj. Për të dalë këtë tema, në momentin që dashuria është një term, po them, kaq sublim dhe ti ta institucionalizosh këtë marrëdhënie me martesën, mua më duket, domethënë, jo e pranueshme koncepti tim sepse s'ke pse ta institucionalizosh. Dashuria është ose është. Tani, në momentin që ti... Shu i bie ti je i lirë pafundësisht. Ta ligjërosh ke liria. Ta ligjërosh lirinë edhe të drejtën për të dashuruar edhe njerëz të tjerë që të dalin rrugës, apo jo? Tani, ndërkohë që martesa nuk ta privon. Sidomos ti që je diplomat dhe udhëton edhe takon lloj-lloj. Ajo është me karakter, mendoj, sepse thash, nuk është se martesa ta pengon, ta privon. Përkundrazi, në momentin që ti martohesh, institucionalizohesh, pra e vendos në institucionet ligjore, në gjendje civile, e vendos në institucionet fetare, e vendos në institucionin e familjes, e vendos në traditë, e vendos në, po them, në moral, më kupton, që aty në subkonsciencën tonë ndodh një proces që ti e para punës ti këtë marrëdhënie e kufizon. E kufizon, thua, është martesë dhe kufizon. Ndërkohë që marrëdhënia në çift është marrëdhënie më shumë se martesë. Është marrëdhënie shoqërore, është dhimbësuri, është shpirtërore, është shoqërore, është shumë e gjerë, Do të thënë, është kur ti si femër ke dhe dhimbësurinë e mëmësisë, kur ti e ke dhe shok, kur ti je e pavarur, kur ti janë shumë element. Ndërkohë, duke subkonscienca jote të krijon ty një lloj kurthi, të krijon një lloj kufizim, një lloj burgu, po ta quaj në metaforë. Dhe ti fillon dhe punon subkonscienca jote punon në pavedije për të dalë nga ky burg. Ndërsa në momentin që ti marrëdhënien e ke krejtësisht të lirë, do të hysh në një burg. Jo, ti e di që ky tjetri apo kjo tjetra po ri me ty sepse do të ri. Gjithmonë flas kur jeni në raporte të barabartë, pra, domethënë, të shkolluar, mos të ketë gepe, sa më pak gepe, që familja... Ndëjqet janë të rrezikshme. Ndëjqet janë shumë të rrezikshme sepse krijojnë kompleksitet dhe dashur pa dashur, në një moment apo një tjetër ato do shfaqen. Dhe shfaqen në momentet më të vështira dhe çedojnë komplet gjithë kontributin dhe gjithë investimin që është dhënë çiftit. Pra, familjet të jenë të përafërta, arsimi të jetë i përafërt, puna të jetë e përafërt, financat jenë të përafërt dhe mos të ketë varësi. Flas varësi fizike, materiale.
pastaj ti detyrohesh të rish për me tjetrin dhe pse do të thënë mbaron gjithçka, por nuk e ke kuptuar drejt për hir të fëmijëve, për hir të pasurisë, se s'ke ku të shkosh, se ti ke një gep shumë të madh, ti ke mbetur pa shkollë, dhe sa ish i mirë shkolluar dhe ai mban familje dhe ai mban gjithçka, ti s'ke privatësi, nuk ke pavarësinë tënde etj. Dhe këtu pastaj do të thënë bëhen gjëra të detyrueshme qëndrimet. Dhe kështu pastaj fillon çedimi nga krau tjetër, sepse ai që është superiori dhe ai e ka ndërtuar vetë këtë kurth, me vedi apo pa vedije për të mbajtur në një farë mënyrë një lloj pengu ty, pastaj ai ka të drejtë të bëjë çdo gjë dhe ti s'ke drejtë të bësh asgjë, sepse ai të thot hik dhe ti s'ke ku ikën. Lojë e rrezikshme. Është lojë shumë e rrezikshme. Është lojë shumë e rrezikshme. Ndaj Dhe që bien në këtë lloj kurthi bien në kurth edhe të pasurit, dhe të varfërit, dhe të pashkolluarit. Kjo gjë më patjetër, sepse për fat të keq këto gjëra ndodhin në një moshë shumë të re. Dhe normalisht ndodhin në një moshë shumë të re, sepse njerëzit 70-80% e shoqërisë janë në kushte të caktuar ekonomike dhe duke u bërë të dy bashk, janë dy rroga në shtëpi, gatuhet dhe një, po them, kusi për ta bërë dhe me rim, kështu që mund të aplikojnë të dy për kredi, mund të marrë një shtëpi etj. Pra janë shumë kushte që përcaktojnë këtë gjë dhe njeriu ndodhet në këtë kurth të pa dëshiruar, por mbi të gjitha është fat. Është shumë punë, po dhe fat. Beson tek fati. Sigurisht, besoj në çdo gjë, besoj ke fat. Marin Meksi, djali brillant i Mirameksit. Faleminderit. Ti ke provuar këto flutrat në stomak, të dashurinë që të hedh për tokë? Patjetër, sigurisht. Sigurisht që kam provuar. Na thuaj diçka në vit të parë. Patjetër, sigurisht që e kam provuar, nuk ka ndjenjë më të bukur se dashuria, është ti vetë ndihesh, vetë plotësohesh. Dashuria ndryshon nga mosha në moshë, në qoftë se për ty në bazë të prioriteteve që ti ke dhe në bazë të perceptimit që ti ke, në bazë të eksperiencave që ti ke, dhe këto flutura që ndodhin në moshën madhore apo në ditën e sotme, për shembull konkretisht siç them në vetë të parë, të bëjnë që ti të ndihesh i plotësuar, që ti të kesh një shok, dhe kur them një shok i jete, është një shok që Jo ajo me celebrim. Jo ajo me celebrim, pikërisht ajo me celebrim. Është më tepër se me celebrim, domethënë pra ti e di që ti me partneren tënde, apo ti Klodi me partnerin tënd rini se doni të rini, jo se të ndërthur ndonjë element tjetër. Dhe këtu ti je shok për të luftuar armiqt dhe sfidat e jetës. Dhe armiqt e kam fjalën më tepër jo për armiqt real, por për armiqt imagjinar, që janë ankset, që janë makthet, që janë frikrat, që janë pasigurit e jetës. Çdo gjë, gjithë procesi ndodh në trurin tënd në mënyrën se si e perceptojnë me të drejtë apo të padrejtë. Dhe kur ti ke dikë që ty të kupton, të beson, të mbështet dhe është reciproke. Je i dashuruar për momentin? Po, unë jam i dashuruar për momentin. Vërtet? Po, sigurisht unë jam i dashuruar për momentin. Do bëhesh baba së shpejti? Këtë gjë, të them të drejtën, unë e shikoj të lidhur ngushtë me momentin, me atë që quhet momentum. Pra, unë nuk bëj një gjë të cilën nuk e ndjej në atë çast. Pra, kur i kam të gjithë mundësitë dhe të gjithë kushtet, unë nuk përjashtoj asnjë gjë kurrë, never say never, por thash nuk e bëj gjën si proces dhe si etapë të detyrueshme të përcaktuar nga njerëzimi apo nga shoqëria. Shumë e drejtë. Unë e bëj një gjë nëse e ndjej, e bëj direkte. Tani por e bëj direkte nëse janë dhe kushtet, sepse është gjynaf të sjellësh, domethënë, në këtë botë me kaq shumë luftra, me kaq shumë hallë, me kaq shumë vuajtje, të sjellësh një qenie tjetër pa e pyetur, do thuash sikur se kemi ardhur ne, ndërkohë që nuk i ke krijuar kushtet dhe është gjynaf, dhe është vërtet gjynaf. Tani ti e hape verën, tu thye shishja. Nuk e di s'kishte ndodhur ndonjëherë kjo dhe unë po të ta shërbej me që je me gjarprin. Rosh, faleminderit. Pastaj ka ndryshuar rolet. Femrat tani janë bërë supermatësi. Pa dyshim. E pranon ti këtë gjë? Që femrat bëhen si meshkujt? Po, jo, nuk është çështja që femrat bëhen si meshkujt, pra unë nuk jam kundra. Unë të hedh verën, unë të hap derën e makinës. Jo, për këto jam shumë tradicional. Mbetëm ke pjesa e gentlemanit. Pa dyshim, gëzuar. Tani vazhdon Kuici, po do e bëjmë mbrapsht pyetjen. Çfarë ka te kjo valizja? Lodra seksi? Simbole masonerie? Armë zjarri, me që pëlqen të bërshqitje? Armë të ftohta apo kështu mjete palestre? Vegla palestre?
ta shohim se do e bëjmë quiz deri në fund. Kush e gjen? Jo se Ka fiton? 4 lidhet me mua, po ke e 5 ose që ishte e para, unë jam shumë tip tradicional, kështu që. Do me thënë ti nuk i nje fare ato. Jo, jam shumë, normal. Pavarësisht do më thënë që në çdo gjë seksi shet. Padyshim. Po pra, e kupton pse. Padyshim. Edhe për ta bërë pak më me humor situatën. Sigurisht. Tani e lam tek çështja e fëmijës. Të thash që në Kjo vajza, e para njërë që komësie ka kjo vajza, na tregon një... Jo, shqiptare, jam shumë tradicional. Shqiptare, patjetër. Profesion? Pjesën thash jo sepse identifikoj, jo nga këto gjërat shumë ekskluzive, thash, por kam preferuar gjithmonë kjo tildë me gjithë respektin për median dhe për të gjithë dhe për miq që jetën private ta mbaj private ndaj quhet private. Jo, është private sepse të tregoj një situatë lezetshme para shumë vitesh. Ti kishe shumë miqësi me Inis Gjonin. Po. Keni akoma miqësi? Shumë, patjetër, shumë një jetë të tërë, miqësi familjare, shumë po. Dhe një miqësi shumë e bukur, edhe me mamin dhe Inisin. Dhe në atë periudhë Inisi e ka pas partnerin, që nuk jeton më, e ka pas në burg. Dhe paparazzi nxjerrë një foto tënden me Inisin. Dhe të gjithë ngatëruan sigur nga që ti ishe Qeros. Qeros, po, në atë kohë ngjaja, po, Arianit. Dhe gjithë menduan që Ariani kishte dalë nga burgu pa pritur. Duke shku duke kontrollu në qeli. Duke shku kontrol dami në qeli. Ishte shumë e bukur se më kujtua tani. Vazhdon të jesh në këtë pjacën e eventeve të personazhe të famshëm. Pëlqen kjo jeta e tapetit të kuq, si thuash? Dgjoj, janë disa gjëra që janë thash kur bëhesh publik nuk i shmang dot dhe pse unë nuk jam natyrë shumë e dhënë mbas festave mbas gjëra të tilla, por janë disa detyrime që ti nuk i shmang dot mes miq, të cilët janë dhe si një lloj investimi që kur ti ke diçka për promovuar, do të vinë dhe si punë qokash tashmë, më kupton drejt, kështu që je detyruar që ti ndjekësh. Je detyruar që ti ndjekësh. Dhe unë ndjek. Për të bërë ato respektin. Patjetër. Është ajo poezia e famshme Në mundsh, që e ka shkruar një shkrimtar dhe poet shumë i famshëm britanik, ja ka dedikuar djalit të tij kur u pranua në masoneri, Në mundsh. Dhe ishte plot mesazhe drejtuar djalit se si të bëhet burr, nga djalosh të bëhet burr. Ti kur e ke përjetuar këtë tranzicionin nga një djalosh, djali i mamit dhe i babit, i përkëdhelur i mamit dhe i babit, që u bëre një burr i pavarur. Ma shpjego pak edhe nga ana ekzistenciale. Okej. Nuk të them drejtën dhe për vetë familjen, kushtet, rrethana, djali vetëm e tjerë, dhe pse në dukje mund të ketë pasur, pra jam rritur me gjithë dashurinë e botës, jam rritur me gjithë përkujdesin e botës, por asnjëherë me llastim, ose më saktë me llastimi në kufijtë e të qëndësishme, jo me llastim, jo me çmenduri. Me çmenduri siç ka ndodhur rëndomtazi, por ato të çojnë vetëm në disfatizëm. Jam bërë krah dhe shtyll familjes time për arsye sepse të tilla kanë qenë situata dhe mos haroj që ne i përkasim gjithmonë një brezi që ka qenë kushtet dhe ngjarjet historike, politike të vendit tonë kanë qenë të vështira. Ne kemi kaluar një luftë civile, ne kemi kaluar sfida të ndryshme në Shqipërinë e këtyre 30 viteve, po i quaj. Po gjithmonë ti më e dukur prapë sikur ishe si i llastuar i familjes. Dgjoj, mirëqenien unë nuk e lidh ngushtë me pjesën e llastimit, sepse thash jam bër shok dhe jam bër krah familjes gjithmonë dhe pa bër ato që ne i quajmë me zhargonin, pa bër budalliqe si në adoleshencë, si në rininë e hershme, si në asgjë, pra nuk kam çeduar ndonjëherë, përkundrez jam bër ndim familjes time. Domethënë realisht dhe këtë e quaj domethënë si atributja vesh familjes time se si më kanë trajtuar si sepse një ri kur është në atë moshë dhe kur është në ato kushte mund të çedoj apo mund të shkalloj, po e quaj, por më kanë ditur si më kanë mbajtur, por dhe unë kam ditur si e kam mbajtur vetëm, pra ka qenë një lloj, ka qenë e dyanshme. Në masoneri hyjet mbi 21 vjeç dhe unë kam qenë fiks në kohën në limitin e moshës. Kam hyrë 21 vjeç dhe po bëj gati 20 vjet, 2 dekada në masonerinë e lirë. Në masoneri ti duhet të jesh a good man to become better, pra njëri mirë për të bërë më i mirë. Dhe këtu ndodh dhe divergjenca me kishën.
Pra, përveç pjesës kur papati ka qenë pushtet dhe armisia ka qenë me papatin sepse ka qenë pushtet totalitar, ndërkohë armisia e dytë ka qenë, jo armisia e dytë, po divergjenca, ka lidhur për arsye sepse krishtërimi thotë që unë kam njeriu thotë është i qenie perfekte dhe unë thotë kam të gjithë mekanizmat e këtij perfeksionit. Ndërkohë masoneria thotë që njeriu është qenie e mirë thotë, por duhet punuar me të thot dhe këto janë mekanizmat thot për ta bërë njeriu më të mirë. Kjo është divergjenca me këto dy midis tyre dy po ta quaj ideologjive. Ndërkohë me Islamin është se dietarët më të mëdhenj të Islamit kanë qenë mason dhe në momentin që u bë reformimi i Islamit, për ta modernizuar Islamin, për ta sjellë brenda kohës, brenda perëndimit e tjerë, aty ndodhi problematika dhe divergjencat filluan me masonerinë. Dhe kështu që sigurisht masoneria të burëron, sigurisht masoneria të bën më të përgjegjshëm, më të pjekur, të fut frymën sociale dhe frymën e vëllazërisë, që një për të gjithë dhe të gjithë për një. Sigurisht masoneria është shumë e reptë, shumë e ashpër në konceptin e moralit dhe është shumë e ashpër në konceptin e çedimit, nuk të lejon. Kështu që në aspektin emocional shpirtëror ka ndodhur në mënyrë progresive, si në aspektin po them profan, në aspektin e jetës përditshme, ashtu dhe në aspektin e iluminimit, burrërimi ka ardhur dhe ka ndodhur në mënyrë pindareske tek unë si Maria. Pindareske do thot për ata që se kuptojnë? Po jo, po shiko, do me thënë se thash, unë i kam ndjerë pa i kam bërë. Si të them, më ka ardhur shumë natyrshëm. Pra shkurt shqip ka shumë natyrshëm. Çdo gjë më ka ardhur shumë natyrshëm. Tash nuk di ta them më ka drejtuar masoneria mua apo unë isha i gatshëm për të bërë mason. Këtë nuk di ta ndaj, por di të them që kemi ecur paralelisht unë dhe masoneria drejt përmirësimit. Ti je shumë i lidhur me mamin, Miramexin. Keni kaluar edhe një moment të vështirë, shëndetësor të mirës, apo në kohën e pandemisë ka qenë? Po. Që mbaj mend që keni ngelur në Paris, në Francë. Shkuat atje për të kuruar mira dhe ngelet atje. Më trego pak, a ishte ky momenti më i vështirë jetës si Marin që ke kaluar deri më sot? Sigurisht. Apo ka pas dhe të tjera? Ja, më shumë se ka s'kam pasur, besoj se ka dhe mund të ketë për... Po çfarë ndodhi? Për vetë, patjetër, për vetë lidhjen kryq që është nëna me djalin dhe babai me vajzën, shto këtu gjithë marrëdhënien që unë kam pasur me nënën time, të cilët do me thënë ka qenë shoku i më i mirë, ka qenë mbështetësi më i mirë, ka qenë gjithçka për mua, për hir të gjithë vështirësive dhe sfidave që kemi kaluar në jetë dhe kemi kaluar bashkë si një familje konsoliduar, për më tepër pjesa e saj artistike dhe qasja e saj ndaj djalit vetëm, kupton? Por sfida që ne na ndodhi me patologjinë më të rëndë që ka njohur njerëzimi, që është sëmundja e po kanceri, do me thënë sigurisht, dhe mirës i ka ndodhur në 95-ën për herë të parë, dhe padyshim po, kjo ishte rasti i dytë për herë të parë, dhe sigurisht në 95-ën unë kam qenë vetëm 10 vjeç dhe është tjetër qasje, më kupton, pra dhe nuk ta thon, dhe se këtë do pyesja, edhe mund mos ta ketë thënë fare. Po jo, mund mos e kenë thënë, apo dhe po ta thon, do me thënë asocimi yt ndaj një gjëje është smundje, pra për një fëmijë 10 vjeç çdo smundje është njësoj smundje. Smundje do të thonë që do pish ilazhe do shërohesh. Po jo, trëmber sigurisht, por do me thënë është një gjë e kalimtare dhe përkohshme. Ndërsa kur je në këtë lloj faze, në këtë lloj lidhje, në këtë lloj gjithçkaje dhe prindi ka dhe një farë moshe të caktuar dhe ti je burëruar dhe ti ke dhe përgjegjësi të direkte mbi këtë gjë, bëhet më e vështirë. Tani llogarit. Do të ndodhi nga 95-a në 2020-ën, pas 15 vitesh. U ripërsërit historia e mirës. Dhe mos haro që periudha më e vështirë për gjithë njerëzimin. Pra, njerëzimi u përball me një pandemi që kishte 100 e ca vjet pa u përballur, dhe kur ky njerëzim ti kupton, do me thënë që sa i lodhur dhe sa i mbaruar është ky njerëzim që përsëri, do me thënë pas 100 e ca vjetësh nga gripi spanjoll, të bjerë një pandemi tjetër dhe të plakosi gjithë të gjynjëzoj të një botë të tërë, pikërisht edhe gjithë masat që duheshin marrë apo duheshin ndërmarrë,
dhe tani të mbyllet gjithë bota dhe ti të jesh përpara një situate të tillë kaq kritike. Pas ke kaluar shumë. Në mënyrën më të tmerrshme, domethënë, sepse në rast të parë u anuluan në Republikë Franceze çdo lloj operacioni, ndërkohë që ne kishim mbas 5 orësh operacionin dhe del presidenti Macron dhe thotë që çdo spital kthehet spital Covid dhe anulohen gjithë ndërhyrjet. Kjo është një patologji e cila çdo sekond të çon drejt fatalitetit, domethënë. Sigurisht çdo gjë ishte e mbyllur, që të shkoje nga apartamenti ynë në Paris për të shkuar në spital, domethënë ishte një sfidë më vete, ishte mbyllur, kishte dalë, po them, forcat e sigurisë në rrugë, etj, nuk kalonte askush. Sfidë më vete, domethënë gjithë shërbimi që unë i bëra nënës të post-operatore në shtëpi, ne u mbetëm të bllokuar në Paris sepse nuk kalonte asnjë lloj fluturimi, asnjë lloj gjëje. Pastaj dhe kur filluan fluturimet ti duhet të karantinohesh në ato hotelet e Durrësit, nëse i mbani mend, për fatin ton u bë, lëre këtë, ishte puna e vaksinës, nuk ishin ardhur vaksinat dhe ti nuk mund të shkoje sepse mjeku thoshte është fatale, thoshte për njeri me gjendje të tillë, me patologji të tillë dhe me një ndërhyrje dhe me një pjesa post-operatore kësaj ndërhyrje, me niveli virusal i cili është gati zero, me imuniteti i cili është i dobët, si mund të udhtoj nëpër aeroporte pa pasur vaksinë, kur vaksinat s'kishin ardhur. U çuan gjithë intelektualët, gazetarët, shoqëria civile, domethënë, dhe i bën një lloj solidariteti të jashtëzakonshëm dhe jam mirënjohës të gjithë, patjetër, që u bë kjo lloj vaksine dhe ne kemi bërë vaksinat të parët. Më kupton që të kishim mundësi që të shkonin. Bot atëherë? Kam përshtypjen Pfizer ka qenë, po, Pfizer ka qenë. Por, do me thënë, Zoti është i madh dhe u bën gjithë gjërat bashkë. U bën të gjitha, do me thënë, me sukses, shqyr Zotit dhe pash bën gjithë gjërat bashkë. Bën gjithë gjërat, kur do Zoti do më t'i bën gjitha bashkë. Mira është mirë tani? Është mirë, shqyr Zotit dhe falenderoj. Shkruan dhe është duke përgatitur një libër që më the është për Donika Kastriotin. Do me thënë, romanet e mirës janë romanet të realizmit magjik, po janë romane kryesisht historik. Po, sepse ka përkthyer edhe Markesin. Markesin, ai është mjeshtri i saj, është takuar me Markesin, madje ai i quajti Lulja Pirate, dhe flasim gjithmonë në kohën e komunizmit. Çfarë thua? Mira shkoi takoi në Spanjë dhe madje kam përshtypjen në 89-ën, kam përshtypjen ende. Më duket se janë bërë ca intervista në RTS, nuk e di, domethënë dhe gjithmonë e kam pasur kështu pak si më zhdukur vetë Mira si magjike, përveç këtij realizmit magjik të letërsisë së saj, se më zhdukur gjithmonë si e veçantë. Ishte takimi me Gabon, me shkrimtari më të madh që ka njohur ndonjëherë kjo tokë. Po. A ishte më i madhi, thua ti? Më i madhi, mendoj unë dhe besoj unë, çka kam lexuar. Se këtu mund të ketë kundërshtar. Pa dyshim, po të gjithë bien dakord te kjo pjesë. Kjo pjesë është, si them, Peleja në futboll, pra nuk mund të thot njëri që është Messi apo Cristiano Ronaldo, gjithë thon Peleja. Apo s'mund të thot njëri është Tysoni, po gjithë thon Muhammad Ali, Cassius Clay. Më kupton, pra, janë disa figura emblematike që nuk ka shumë, padyshim që arti dhe letërsia historizohet, ka kohën e vet, ka zhanrin e vet, është padyshim, por do me thënë çdo kush përulet përpara magjisë, realizmit magjik të Markesit, do me thënë. Sa vjeç ishte Markesi kur u takua me Mirën, me mamën? Nuk di të ta them, ne e hasëm në 2 moment dhe kur unë isha në Meksik, do me thënë dhe ishte në gramat e fundit të jetës, shkuam dhe në spital, do me thënë, përpara se ndronte një jetë, 5-6 ditë përpara kam përshtypjen ndodhi. Shkova bashkë me Mirën. Po, takimi, do me po them, rasti i dytë. Sa rasti i parë ishte, do me thënë, shumë të ri, do me thënë, llogaritë Mira mund të ketë qenë 29 vjeç ndoshta, si i bie, dhe të zhvish nga një vend komunist dhe komunizmi më i egër. Pra nuk ka pas komunizëm më të egër bota, do me thënë. As Bashkim Sovjetik, as këto Kim Jong-ët e sotëm, do me thënë, nuk krahasoj gjë me komunizmin e vendit tonë dhe perceptimi që ishte për këtë vend, që nuk ishte asnjë lajm. Pra nëse ti sot në kohën e teknologjisë ti shikon dy fragmente apo dy momente nga Korea Veriut apo nga Bashkimi Sovjetik i kohës, po them unë ty, të Stalinit apo nuk e se çfarë, nga Shqipëria ti nuk kisha asnjë lloj lajmi. Nuk kisha asnjë lloj lajmi dhe asnjë lloj gjëje. Dhe tani do me thënë takimi me Gabo, madje Gabo ka qenë dhe mik shumë i ngushtë me Castro, me Fidel Castro. Po tjetër lloj komunizmi në Kubë. Tjetër komunizëm me puro. Komunizëm me puro
Ku ta gji, edhe me rum, po. Padyshim. Ndërkohë që Gabo, shikoj mirë tash Mira dhe e vogël dhe imët në trup dhe llogarit 29 vjeç ndoshta atje dhe i thanë domethënë që është përkthyesja jote. Tash i kupton domethënë çdo thosh ti është përkthyesja e Gabriel Garcia më të madhit të botës. Të historisë njerëzit padyshim. Dhe kur e pa domethënë nuk i mbushi sy tha ti tha je tha kjo çupërlin tha është ta përkthyesja ime tha. Dhe për më tepër kur mori vesh që nuk ishte drejt autori. Më kupton që thotë pra do si guxon ti, më vjen bua, do të thuaj përkthyesja ime, do të thotë edhe ti nuk ke drejt autori, do të është tragjikomike. Është tragjikomike dhe për më tepër dhe prandaj quajti Lulja Pirate, Flor Pirata de Marquez de Gabo, kupton? Lulja Pirate do të thonë pirate sepse bëhet në mënyrë pirateske përkthimi, domethënë po ku diel në Shqipëri drejt autori, përkthimi, komunizëm etj. Çfarë i tha? Që sigurisht ka një qetësi olimpike. Ka qetësi olimpike sot, po 30 vjet përpara do të thënë. Nuk mendon se mund të ketë rënë pak në dashuri Marquez më vonë? Me mamin të Mira? Ndodh gjithmonë artistikisht. Jo. Dëgjoj, ndodh gjithmonë artistikisht dashuria domethënë midis këtyre dashurisë po them unë artistike, platonike ta quaj padyshim. Sepse Mira është një mjeshtër e fjalës edhe mënyrën se si e lëmon fjalën në veprën e saj është vërtet mbresëlënse. Dhe fati na bëri domethënë që tashmë unë prej u bën gati 18 vjet apo 17 vjet që unë përveç se bashkë me babin jemi lexuesit e parë të veprës së saj, ne shkojmë gjithmonë se duke qenë se janë romane historik dhe janë romane të historive, po them siç është Mbretëresha Teut e 2000 vite përpara, e mbi 2000 viteve përpara, është shumë vështirë për t'u gjetur dhe pjesë, po them, referenca apo për t'u gjetur, domethënë pra është me sa di dhe për Teutën, një libër i Stipçeviçit që mund të merret, po them pra janë shumë të pakta informacionet. Librat e Mirës shërben edhe si referenca historike, nuk janë libra fantazi, fiction. Dhe bëjnë studime aq të himta, aq të thella dhe aq të shkuara në kohë sa është vështirë të gjesh material. Dhe për më tepër ne bëjmë udhëtime dhe kërkime arkeologjike, historike, shkojmë i prekim vendet dhe pse bashk, po kryesisht unë tashmë kohët e fundit dhe shkuam në Valencia, shkuam në Napoli, në këto vende do me thënë ku, pra, sepse ne dimi si që ka pasur Ferdinandi i Aragonës me, apo mbreti Napolit me Skënderbeun dhe mbasdekjes së Skënderbeut, një pjesë e mirë e fisnikrisë shqiptare, po them, janë ata që sot janë arbëreshët, pjesa e fisnikrisë shkoi në veri, pjesa tjetër e shkua në jug, pra si që janë dhe pjesa e qakto Reggio Calabria, Reggio Emilia e tjerë, do më që janë të populluara me arbëresh, dhe Donia Kastrioti shkojnë dhe në Valencia dhe në Napoli dhe ne shkuam në këto vende, prekëm, bëhet fjalë për që sepse nuk do të zbuloj shumë për ikonën e jashtëzakonshme që ajo mbante gjithmonë me vete. Kudo ku shkonte ajo mbante këtë ikonë dhe ikona ndodhet sot në Santa Trinidad në kishën e famshme në për çfarë mbante, për fat, për ajo ka shumë mistere dhe ato mistere do i zbulojmë në roman. Si do titullohet romani? Ende nuk është, kam përshtypjen, ende nuk është Tani një gjë nuk e kam kuptuar asnjëherë që kam përshtypjen që Mira nuk ka folur asnjëherë për historinë se si janë njohur prindërit e tu. Një shkrimtare përkthyese shumë e famshme, që atëherë ka qenë shumë e re, është njohur me një mjek nga familja e Meksi. Po. Si janë njohur, janë dashuruar? Patjetër dashuruar, sepse do kemi parasysh që Tirana atë kohë ka qenë shumë e vogël dhe edhe këto që ishin të pashëm, kështu e shikon njëri tjetrin. Dhe familjet, do me thëmë, pra gjyshi ka qenë kryetari i gjykatës kolegjit ushtarak gjykatës lartë, më kupton, një nga juristët më të famshëm, autor librash e tjerë, gjyshi nga mami, po ashtu dhe gjyshi nga babi ka qenë drejtori poligrafi dhe poligrafi ka qenë ndërmarrje. Tashi Zanko e ka nga babai, ndërsa Isaia e ka nga mamaja dhe është mbesa e atij që është njohur në histori Prifti me Kobure.
atë Isaia, edhe Isaia është me një lidhje origjinë hebre, sigurisht, Isaia. E shikon? I cili ka qenë një adetar, një patriot, figurë historike. Da jeni ka ishte zgjuar ju? Ka bërë, faleminderit, ka bërë studimet në Zosimea, sigurisht, mik i ngushtë me Fanolin, madje dhe kryshi i tij, domethënë është ende sot të kësaj dite në shtëpinë, i Fanoli flas në shtëpinë tonë, është ai që ka bërë një kontribut shumë të madh për hapjen e shkollës shqipe dhe për alfabetin shqip etj, dhe Prifti me Kobure ishte pjesa Ati Irakli Pylli. Kështu që domethënë janë lidhje si thash familjare, Tirana e vogël, aty në këto rrethe qarkullonin. Ua, dhe u dashuruan, U dashuruan, sigurisht. U dashuruan dhe lindën Marin Meksin. Gëzuar. Ky shëndet është për Mirën dhe babin Lirin. I paç me jetë të gjatë. Gëzuar. Tani ne do bëjmë qef këtu, me verë, me gjarprin, me këto pikturat, me atë valigjen që na pret të zbulohet, po ndërkohë, në lindjen e mesme, ka plas lufta. Raketa dhe një lloj tensioni që vërtet gjithë mendojnë që po plas lufta e tretë botërore pas Ukrainës, konfliktit madh të Ukrainës me Rusinë. Si diplomat që je, çfarë parashikon? Shkurt, që mos duhet të trembemi? Unë si diplomat, nga kjo... Unë si diplomat, nuk mundet të prononcojmë si diplomat, për arsye sepse... Jo, ke të drejtë, që janë ato... Janë protokollet e ashtu, por unë si Marin, ndaj mendim si them të lirë dhe privat në kuptimin e pjesës së gjerë të gjës. Tek pjesa sigurisht e Ukrainës, e luftës me Ukrainën dhe Rusinë, është një gjë që dijej, është një gjë që është historike. Është historike, them, sepse gjithmonë ka qenë ëndra e çdo lideri sovjetik Ukraina. Ukraina për shumë arsye. Është pjesa, po them unë ty, si e pasurive nëntoksore, por është mineralet që thot Trumpi. Është edhe qendra e religjionit, dhe ne dimë sa i rëndësishëm është religjoni për Rusinë, por sigurisht ishin dy momente decizive. Momenti i parë është që ndoshta nuk u vlerësua siç duhej pjesa që historikisht dhe në kohën e Bashkimit Sovjetik, apo dhe në kohën e perandorisë, domethënë gjithmonë trimat më të famshëm që bënin betet më të mëdha ishin ukrainës. Kështu që ndoshta u nënvlerësua ky fakt, edhe e dyta u nënvlerësua pjesa e Rusisë, që nuk ishte ajo Rusi që mendoj dhe ushtarakisht nuk ishte ajo, domethënë sepse ja futi Ukraina Rusisë. Nuk mund ta themi sepse në luftë nuk ka, si të them unë ty, ka të humbur për këdo ka të humbur, dhe patjetër që në qoftë se gjëja do vazhdoj dhe shpresojmë të mbaroj sa më shpejt, sigurisht humbje do ketë për Ukrainën, do ketë. Ndërkohë në këtë konfliktin e rrallës, dhe këto janë konflikte në lindjen e mesme, është si një zjarr i ndezur, si një vulkan që është vërtet. Vjen ajo nxehtësia edhe tek ne, edhe pse jemi kaq larg. Është vërtet, por të thash, a duhet të trembemi? Ishte një ngjarje që mendoj se do ndodhte dhe gjithmonë për te pjesës tem politike të gjës, është shumë i rëndësishëm pjesa e uraniumit. Dhe është uraniumit dhe domethënë bëhet gjithmonë pjesa e matjes së pasurimit, e cila lidhet ngushtë sepse është pjesa shkencore apo medicinale që quhet, dhe kur deri ajo pjesë është në pjesën që ti e justifikon gjën, ti e mban me të drejtë apo pa të drejtë, apo me sanksione apo pa sanksione, apo me kufizime që ndodhin domethënë nga ndërkombëtarët, sepse ti je pjesë si do të jetë e gjysë së madhe, e tortës së madhe. Por kur shikohet domethënë bëhen matje dhe shikohet që ka pasurim më tepër se ç'duhet, dhe ti e kupton që ky lloj pasurimi të çon drejt për drejt domethënë në krijimin e një bombe bërthamore, dhe tash domethënë këtu pasaj do çedoj gjë dhe sigurisht që ti do atakohesh, ndërsa në pyetjen tënde, më fal, është unë e mendoj që në ditët e sotme është e pamundur të ndodhi kjo luftë e tretë, sepse është luftë yjesh.
është luftyje e quaj luftyje sepse është luftë butonash, më kupton, është luftë butonash. Butonash për që të hedhin e erë. Të hedhin e erë padyshim, por është edhe unë e quaj mutual destruction, pra do me thënë një shkatrim për të gjithë dhe nuk është në interes të askujt. Dhe vdesin të gjithë. Dhe askujt sigurisht do ketë gjithmonë zona konfliktit, gjithmonë zona të nxehta. Do me thënë që ta themi, kjo lufta bërtamore është lufta që shkakton smundje dhe vdesin të gjithë. I shkakton gjithçka, por ndaj po të them që është shumë e rrezikshme dhe është e pamundur për të ndodhur. Ata vetë nuk e marrin guximin, Jo, nuk e marrin guximin, janë interesat e tyre. Janë interesat e tyre. Të thash edhe te Ukraina nuk mund ta përdorin, po them ty Rusia apo për arsye sepse e para punës është shumë afër, e dyta punës hapen të tjera lakra, po i quaj do hapen të tjera luftra, dhe e treta punës nuk ka që duhet kujt një tokë djerë, sepse ajo kthehet në tokë djerë, do të thënë nuk i duhet kujt kalojë dekada e nuk. Gjitha kjo? Luftyje, si shtet. Këto bëhen pastaj për shumë arsye politike, arsye territoriale, arsye interesash ekonomik, arsye influencash, arsye dogmatike, pra janë arsye shumë të komplikuara gjëra të padyshim. Do me thënë bota nuk do shpëtojë asnjëherë nga këto natyra njerëzore është ambicioze, është egoiste, është egocentrike, është kriminale, është ligji i pamjaftueshmërisë, është ekspansioni, domethënë janë të brendshme, Se ne që kemi lexuar letërsi menduam se lufta përfundoi aty te lufta dhe paqja e Tolstoit, por që nuk vetëm ndryshon trajt, ndryshon trajt mirë. Urojmë që të kemi vetëm paqe dhe jo luftë. Gëzuar Marin, u kënaqem sot. Tani do kalojmë tek pjesa e fundit e intervistës. Ti po e shijon gjarprin e vendosën në gjumë apo? Gjarpri është në gjumë, po gjarpri asnjëherë nuk fle. Se pikërisht se harrova. Tani dua të kalojmë tek pjesa më e bukur. Ti je një personazh që dikush mund të paragjykojë. Marin Meksi kur të shikon që stërvit trupin, muskujt, trupi skalitur. Dhe më kujton atë vizatimin e Leonardo da Vinci-t tek ai vizatimi, njeriu vitruvian, që është kombinimi perfekt i artit, shkencës dhe matematikës. Ajo që folëm pak në fillim. Ti si e gjen veten në këtë matematikën e perfeksionit? Ti jesh perfeksionist në fizik, po ndërkohë ta kesh dhe trurin në formë, edhe zemra të punoj mirë. Bodybuilding dhe fitnessi është art, është shkencë, është sport. Unë gjithmonë kështu e kam konsideruar dhe është një disiplinë e vjetër sa vetë bota. Dhe kemi thënë që e hasim që në antikitet, mënyra se si grekët e lashtë, romakët e perceptonin perëndit. Ndërkohë, po të vim ke njeriu vitruvian, të cilin Da Vinci e ka lidhur ngushtë me, është mason i famshëm, Dhe ai mason i famshëm. Patjetër, ai është. Ndeta solla. Patjetër është. I është referuar arkitektit të lashtë të Romës së lashtë, Vitruvisit, i cili e bënte pikërisht të lidhje që bët ju, që lidhet ngushtë me formën më të idealizuar dhe më të harmonizuar. Dhe bodybuildingu ky është harmonizim. Është harmonizim dhe në aspektin atë që ju përmendët fizik, trup, mendje, shpirt, por mbi të gjitha dhe të harmonisë fizike. Pra nuk është bodybuilding ai koncepti i të egzageruarës që është kthyer sot në këtë konceptin modern e gjërave të egzageruara, por të linjave sa më njerëzore, sa më natyrale. Patjetër, unë nuk mund të them ty dhe nuk mund të garantoj ty që çdo bodybuilder është një mendje ndritur apo është një shpirt i jashtëzakonshëm, por padyshim kërkon një lloj disipline, kërkon një lloj alkimie, duhet të jesh një njohës i mirë i fizikës, i alkimisë, duhet të jesh një njohës i mirë i kombinimeve të nutricioneve, të alimentacioneve, pra duhet të jesh një lloj mjeku, si të them, dhe patjetër të jep një përmbushje emocionale, shpirtërore,
e të vetëndjerit, në Se kuptimin ndihesh e bukur. mirë, në kuptimin e mirë, por dhe të një antistresi dhe të shfryrjes së të gjithë, po them, toksinave të nxjerrjes së gjithë toksinave nëpërmjet këtij aktivitetit fizik. Të bën të jetosh gjatë, të dukesh më i ri, të dukesh më mirë, të tri më mirë një veshje, të dukesh më mirë, po them, në plazh, të jep një vetësiguri, të jep një vetësiguri. Dashuri më bukur bëjnë dy trupat palestruar apo dy trupa jo më bukur, më fuqishëm? Sepse kemi dëgjuar një shprehje që sa më në periferi, sa më në fshat, aq më të fuqishëm janë meshkujt dhe femrat. Dhe sa më të kuruar në pamje, aq më me pak fuqi dhe energji. Po, këto janë apo janë legjenda? Janë legjenda urbane, do i quaj, janë stereotipi të cilat krijohen nga paragjykime, nga frustrime, nga komplekse, pra që kur ti shikon një vajzë të bukur dhe ti vendos direkt një epitet, pa e njohur fare, për hir të zilis, smirës, zelozisë, ku e di se çfarë. Çfarë quhen? Po i vendos gjithmonë në aspektin e të përdalës, domethënë, gjithmonë në aspektin e të përdalës, gjithmonë me këtë e lidh, apo e një mendje lehte. Domethënë dy janë gjërat që mund t'i thuash. Ndërkohë, e njëjta gjë ndodh dhe me meshkujt e palestruar. Tash ai tregon një lloj vëmendje, ai tregon një lloj kujdesi për veten, është një lloj kulture, është një lloj tradite. Ajo gjë vjen me gjak, me sforco, me shumë sakrifica. Ndërsa lidhur me dashurinë, në aspektin e intimitetit kishte fjalën apo jo? Intimitetit, po gjithmonë. Ajo për mua nuk ka as formë, as trajt, as gjë. Ajo është vetëm alkimi, lëkur, mish, arom, frymarrje, është tjetër koncept. Ajo është se si ngjiten, se si ngjizen, se si përputhen dy trupa, por që nuk janë vetëm trupa. Janë trupa, janë mendje, janë shpirt. Aty vendoset, janë të përcaktuar. Ajo nuk ka lidhje as me formën fizike, as me bukurinë, as me kushje, as çfarje, as çfarë bën. Unë mendoj që ajo është vetëm me të ngjitur, po e them në kuptimin e zhargon me të ngjitur, apo me kuptim alkimi. Po, kur e shef në fillim ti, e shef nga aspekti i formave, apo jo? Patjetër, ti e shikon nga aspekti i formave, ti e shikon nga aspekti... Do që mund të zgënjesh pastaj, por... Patjetër, po jo, nuk është gënjim. Nuk është gënjim. Është gënjim për ty. Por nuk keni thjesht dy të duhurit. Unë kështu e konceptoj. Prandaj thash edhe një herë se pritshmëria jote në mendjen tënde është tjetër sepse ti e lidhet prapë ngushtë me stereotipin, pra ti thua që një mashkull i fizikshëm ashtu do të jetë hiperpotent në shtrat, më kupton? Dhe ti pret çuditëra nga i mashkull apo nga ajo femër dhe dalja nga pritshmëritë tua, ty të thua do të zhgënjen, por në fakt nuk është zhgënjen, nuk u bën bashkë gjithë elementët. Unë kështu e mendoj, parë që njeriu mund ta mendoj, pra nuk ishte bashkëveprimi, nuk ishte faji yt, nuk ishte faji i tij. Nuk ishte bashkëveprimi. Se cilin vetë është okej, po të dy bashkë? Pikërisht, ndërkohë që ai me dikë tjetër mundet të dalin xixa. Ndaj ndodhin dhe tradhtit sua? Janë shumë komplekse tradhtit, janë shumë komplekse. Në qoftë se çifti e lë çështjen e tradhtisë, tradhtia nuk është fizike. Tradhtia ndodh në koncept. Pra ti që kur e mendon çedimin në mendjen tënde, ti gjak e tradhtuar, pastaj e ke ekzekutuar, apo nuk e ke ekzekutuar për 1001 arsye, kjo nuk do të thotë që ti nuk tradhtove. Dhe sa fatkeqe duhet të jetë ajo marrëdhënie që mbetet gjëja ke fizikja. Fizika është vetëm shkarkesa, pra do me thënë, e kupton nësa Mirana apo Mirane duhet të jetë dikush që thotë që unë shkova, do me dhe e varë shpresë do ke fizika. Çdo gjë ndodh në tru. Truri është dhe organi më i madh seksual apo i çdo gjëje dhe aty ndodh gjithë procesi. Qoftë dhe intimiteti ndodh në tru. Ajo i nxjerr gjithë, do me thënë, i aktivizon gjithë elementet, gjithë perceptimi. Pra, ti mund shohësh dhe një çift të cilët në dukje janë të shumë pa lidhje me njëri tjetrin, po ti nuk di se çfarë kimie, çfarë alkimie kanë ata. Në atë nivel të cilët janë ata, nuk mundet të gjykosh para gjykosh. Se gjykon, edhe kur janë dy që ta mbushin mendjen, kush e di çfarë magjia atyre mund të jetë më e madhe se sa e dy super trupave. Janë feromone, është aroma, është ngjizje, është mishim, është kimie, janë procese shumë komplekse në organizmin e njeriut. Organizmi i njeriut është shumë. Tani ne njerëzit jemi si vera që sa kalon koha dhe bëhemi më të mirë kur vjetërohemi, apo duhet ta ndajmë mendjen që
Edhe mund të thisi. Apo mund të ndaj mendjen që vetëm rinia vlen në këtë jetë, fazat e tjera të jetës janë kot. Përkundrazi. Unë mendoj vetëm rinia është faza më eksperimentale. Mendoj që rinia është faza më eksperimentale. Pra, tek rinia ti mundet është investim për të ardhmen, është aty ti mund gabosh dhe mund të çedosh, ndërsa çdo moshë dhe çdo etapë e jetës ka bukuritë dhe ka lezetin e vet. Sepse ti ndërkohë i e relaksuar nga pjesa, i ke vënë ato gjërat, si të them, pjesën arsimore, pjesën e karrierës, ke vënë të rrezik, ke krijuar familja, por nuk ke krijuar çon si ka, ke bërë zgjedhjet tua në jetë, aty merr gjithë feedbackun e gjithë jetësisë tënde. Kështu që çdo moshë mendoj se ka bukurinë e vet dhe gjen të ngjashmin tënd. Dhe gjen ndaj njeriu duhet të ketë asnjëherë frikë, asnjëherë panik, që do mbetem vetëm, apo s'do kem dikë, sepse edhe kur shkosh ti 70 vjeç, apo 80 vjeç, do kesh një 75 vjeçar, apo 85 vjeçar që është me tindat kushtet si ty. Dhe gjithmonë asnjëherë njeriu nuk mbetet Po ti sa vjeç do i kesh kur ti je 70? Po varet si të shkoj. Gëzuar. Marin në knaqe, emri yt Marin? Marin nga deti, nga Spanja, do me thonë lidhja asocimi nënës time me botën hispanike, me botën ashtu dhe frankofone, sigurisht. Kështu që lidhet me pjesën e detit, do me thonë, me marinën, me marinar, me marin. Ti je shumë i lidhur me mamin, shoqja jote më e ngushtë. Padyshim. Ja tregon të gjitha sekretet e tua? Të gjitha gjërat që mund të tregohet në një marrëdhënie nën-bi dhe shoqërore, domethënë pa hyrë në detaje të cilat nuk janë as të nevojshme për të diskutuar, Tani erdhi momenti që gjarprit t'japim një puthje ose përqafim, nuk e di, puthet ti se unë nuk mundem. Janë ndjen, do me thënë, gjithë realisht, do me thënë, është jashtëzakonshëm. Me ty sot shumë mirë dhe vërtetë. Është jashtëzakonshëm. Krijohet relacioni. Dëgjoj, gjarpri mbetet, mos haro, dhe për më tepër kur është helmues apo kur është enorm në përmasë, sigurisht që përbën rrezik, nuk është ky gjarpër, ky është gjarpër. Kjo ishte një marrëdhënie shumë e bukur që ti ndërtove me një gjarpër. Me çdo qenie është marrëdhënia personale se si e ndërton, por përsëri thash ka gjallësa të rrezikshme apo të parezikshme. Mos ndoshta ju masonët jeni pak magjistar? Po, ne kemi kimin ton, ne kemi rrethin ton, çdo gjë ka të bëjë me energjinë. Çdo gjë ka të bëjë me energjinë. Kështu që sigurisht ne dim të kanalizojmë energjinë, ne dim të përcjellim mesazhin e dur dhe energjinë e dur, gjithmonë atë paqësore dhe pozitive. Shumë e bukur, paqësore dhe pozitive, se të thash, gjithë përshtypja është krijuar në anë të kundërt, sikur ju jeni, si thua, të dërguarit e djallit, po e ngatrojnë me Illuminatin nga përshtypjen. Nuk mund t'i vë emër me kë ngatrojnë, unë di, thash dhe një herë dhe sqaroj gjithmonë dhe prandaj jam këtu dhe prandaj jam kudo ku kërkon media apo kërkon shoqëria civile, për të sqaruar pikërisht këto gjëra dhe për të ndarë një herë për gjithmonë këto divergjenca që ata që i kuptojnë, ata që si kuptojnë apo s'duan t'i kuptojnë, unë nuk kam që t'i bëj, por thash, unë i shpjegoj me pjesë historike, me pjesë fakte, dhe aq më tepër çdo kush ka akses në internet, ka akses në libra, ka akses në literaturë dhe nuk... Edhe ti lexoj dhe ti kuptoj të gjitha. Drejt siç duhet. Lexon poezi? Jo, nuk është... Jo, unë jam tek proza. Tek proza të më romani, patjetër. Edhe Ismail Kadari ka qenë pjesë e misës suaj familjare, apo jo? Në një varg të Ismail Kadaris? Mund të na e thosë? Jo, në thashë nuk e kam, do me thënë e kam lexuar, po them, poezinë e ka të mirë, jo si prozën, sigurisht. Thash, unë nuk jam kurkushi për të gjykuar një shkrimtar të këtyre përmasave, por kritika letrare sigurisht e ka shquar barbota për pjesën e prozës, do me thënë, dhe është e jashtëzakonshme, është pjesa e detajit, është pjesa sigurisht shumë e rëndësishme ishte për vendin tonë që dalja nga komunizmi dhe dhënia e parë tash i llogarit të dalin nga një vend kaq i mbyllur, kaq hermetik, të dali një shkrimtar, ti e kupton çfarë uri dhe çfarë etje është për botën e madhe, dhe ndaj genialiteti i Kadares mori fiks formën dhe trajtën e dur aty ku duhet shkonte dhe na bën vërtet të gjithëve të ndihemi shumë krenar.
Erdi momenti që ta hapim Patjetër. valizhen Po ta lë ty gjarpë. Jo, nuk mundem. Si mund ta bëjmë? Ose mund ta lësh këtu? Gjarpën e lëm këtu. E lëm këtu? Atëherë po guxoj që të rri afër, por nuk e di pse nuk mundem që ta bëj aq shoks aty. Atëherë Ti u dashurove, u bëre njësh. Po, Trupi një. yt me gjarprin, po unë. Atëherë. këtu kemi atë që njihet si uniforma e masonerisë. Mundet të çojmë të demonstroj. Është regalia e famshme, e cila kjo është pjesa që vendoset sipër collar, si quhet, me apo do me thënë qaforja mund ta quaj, e cila është me pjesën e simbolit të gradës së caktuar, e cila vendoset në këtë formë, por kuptohet që kërkohet Sipër kostumit. sipër kostumit, do me thënë pra është detyrim. Kjo madje është në kufite e jo të lejuarës që të vendos, por po e demonstrojmë për hir të publikut. Ajo simbolika aty? Vendoset është kuadri, thamë që masonët janë murator, pra termi mason do të thotë murator të lirë. Murator për arsye sepse muratoria ishte profesion dhe aty nisi gjithçka, ishin vërtet murator, por kur them murator, e kam fjalën për ata që ndërtuan kryeveprat e arkitekturës botërore, arkitektë, ata që kanë ndërtuar gjithçka. Dhe pjesa tjetër është me gradën përkatëse të mjeshtrit dhe vendoset në këtë formë. Gjithmonë thash është detyruar kostumi i zi, këmisha e bardhë dhe gravata, do me thënë kollare që përgjithsisht e preferuar, do me thënë e zezë. Si është kjo ngjyra? Ndërkohë, kjo është ngjyra e përgjithshme e lozhrave të mëdha të rregullta. Ndërkohë, këtu ne kemi dhe atë kollaren, po e quaj, e lozhës tonë masonike, e cila e lozhës shqiptare, e cila sigurisht ndryshe nga lozhat e tjera, është kuqezi, siç është ngjyrat e flamurit tonë, dhe me këtë detajin këtu, cili është kompasi drapri, pra shenja masonike dhe flamuri ynë kombëtar. Gjithashtu, nëse më lejoni, janë dhe këto pjesa e dorashkave, po i quaj, apo dorezave, sipas dialektikës, të cilat janë të bardha gjithmonë, sepse janë të gjitha të lidhet të gjitha, do me thënë, me simbolikën e muratorit. Pra është përparsja që vendos muratori dhe pikërisht, do me thënë, këto dorasha të bardha që tregon punën, sepse me këto vishen për të punuar. Ndërkohë, po të njëjtat lidhen të cilat vendosen në këtë formë, dhe ke dora djathtë dhe ke dora majt, janë të ngjitura të dyja bashkë, dhe me pak fjalë, kjo është uniforma masonike që është e detyruar për të vendosur në çdo ritual. Ritual që bëni, ose çdo ritual, takimet, lozhat. Në takime që bëhen, vllazërore që quhen takimet periodike që bëhen të lozhave, vishet gjithmonë kjo uniform. Unë kam dëgjuar ceremoniale që janë shumë të mërzitshme këto takimet tuaja. Është e vërtet? Çka kanë të mërzitshme? Të them të drejtën, nuk kanë asgjë të mërzitshme, përkundrazi ti aty mblidhesh me vëllezërit e tu, me ata që janë të ngjashmit e tu në ideologji, që besonin të ke njëjta gjë. Keni një harmoni të jashtëzakonshme, aty diskutohen çështje të ndryshme sipas rendit të ditës. Janë çështje me shumë interes, janë çështje me shumë interes për vetlozhin, janë çështje me shumë interes kombëtar, sepse do kemi parasysh që gjithmonë një nga elementet kryesor, do me thënë përveç vllazërisë, barazisë, lirisë, liberté, egalité, fraternité, që janë, po them, është terminologjia e iluministëve dhe e gjithçka e tjetër, liri, vllazëri, barazi, ke, po them, në çdo institucion laik. Atje diskutojnë gjëra shumë interesante, ngrihet zëri për tema shumë të rëndësishme, bëhen kontribute të jashtëzakonshme, sidomos ato në të dhënit, do i quaja, në bamirësi ndaj grupeve më vulnerabël të shoqërisë tonë konkretisht. Edhe një pyetje për këtë në lidhje me gratë që nuk janë lejuar prej kohësh që të jenë pjesë e masonerisë, por ndërkohë
gratë e bashkëshortëve që ishin pjesa e masonerisë mund të zinin vendin e tyre. Si më duket kjo, si pak Jo, nuk një është tamam. kleçk e çuditshme, apo nuk është Jo, nuk është tamam ashtu. Masoneria ka qenë masoneri e përzier, pra dhe me meshkuj dhe me femra, dhe diku nga 1820 kam përshtypjen u shpërbën për arsye se lozhat, do me thënë, femrat ishin më të brishta fizikisht ndaj torturave që i bëheshin kur kapeshin nga regjimet gjakatare. Dhe nxirrnin, ishte detyruar, do më nxirrnin sekretin masonik. Sekretin masonik kam fjalën gjithmonë për një plan për kundra këtij regjimi gjakatar, sigurisht në të mirë të humanizmit. Kush ka gjarpri? Dhe në këtë rast, Ua, aty se nuk kikëm larg. dhe jam prik mos më hyri këtej. Është mak thimi i përjetshëm se mos më del në një gjarë për diku. Dhe padyshim nuk janë lejuar më femrat prej asaj kohe, u mbyllën lozhat feminine. Tashmë kanë filluar sërish të aktivizohen lozha feminine, pra ka lozha feminine, por nuk quhen lozha të rregullta. Pra përsëri quhen, po të them, pjesë e masonerisë, por nuk janë lozha të rregullta. Janë lozha të parë. Lozhat e rregullta janë gjithmonë lozha maskiline, vetëm me meshkuj. Po. Ku e kemi gjarprin që ta bëjmë mbylljen me gjarprin, apo na iku, fare? E marrim dot? Ti se? Jo, e marrun, po vetëm ku është. Po. Na iku? Nardi, si e vlla? Na iku për zotin. Tu e lav. Për zotin na iku. Na iku. Sa puna. Tallesh ti gjarpër me vërtet? Na iku, po Gjete? gjarpër origjinal, po na iku. Jo më prit çanzora aty. Jo, e lam një moment, ne, po nuk e dim tani, mund të ketë tjetër. E po zot e kishim lënë kam përshtypjen. Sikur e ndjeva, ndjeva që më fut aty, mos e u çova. Jo, ta bëjmë mbylljen me këtë? Jo, vetëm do bëjmë mbylljen me mbylljen, gjarprin edhe. dhe mbaruam. Është joti ky mo? Jo, është i zotit është i lokalit. hotelit. Po, Jo, i rastishëm, jo. ua. Marin gëzuar, u hajgjetëm Gëzuar. gjarprin se për pak na iku. Në këtë jetë, çfarë ja vlen ta bësh dhe ta mbash mend nga kjo jetë? Mendoj të dhënit është gjithmonë, pra pjesa altruiste është gjithmonë më e lartësuar se pjesa egoiste dhe të bën më të vetëndjerë dhe më të plotësuar, dhe pse në kapitalizm, i cili është një sistem i çuditshëm dhe ndonjëherë duket sikur paraja është ajo që bën diferencën. Pra ti mund të jesh, po them, një artist, mund të jesh një pedagog, një profesor, por nuk do të thotë që të kesh para. Dhe paraja duket sikur është bërë një njësi matse dhe një njësi vlere në kapitalizëm. Ndaj unë mendoj që ka gjëra shumë të rëndësishme për të cilat ne ndonjëherë i anashkalojmë apo i lëmë në plan të dytë, duke filluar që nga shëndeti, po mbi të gjitha është dashuria për njëri tjetrin, dashuria për njëri tjetrin fillon nga dashuria për veten. Pjesa sociale, pjesa e solidaritetit, pjesa e dashurisë për këdo që ti ke rreth e qark, pra duhet të japim më shumë dashuri dhe të bëjmë më shumë për njëri tjetrin, mendoj. Falenderoj shumë për Faleminderit këtë ju. mesazh. Faleminderit që Faleminderit ju ishe për në Close Friends. 20 vjet miqësi, thamë? 20 vjet miqësi gati. Edhe jemi ende kështu të rinj siç ishim atëherë. Padyshim. Faleminderit. Faleminderit ju. Miru takofshim në një episod tjetër se me ty mund të flasësh ditën e pa pushim. Faleminderit. Faleminderit.